Jemi rikthyer nderuar teleshikues mes përmbytjeve të mëdha që kanë pushtuar vendin. Sali Berisha mes të këtyre përmbytjeve ka thirrur një tryez me partitë e opozitës. Domethënë ndodhen përmbytjet, ra dhe një zjarr i madh tani, Arlind. Ra një zjarr i madh. Tregu 5 majit. Dhe medreseja quhet aty? Tregu, aty poshtë. Medreseja, ra zjarr i madh, nuk e kuptuam dhe nuk e analizuam dot. Nga që kishin përmbytjet, nuk e analizuam dot pjesën e parë. Inshallah s'bëhet kull, domethënë në atë rast. Në atë vend thuati, historinë e vendeve të korruptuara, zjarret janë një mënyrë për të pastruar ose për të mbirë bar, kur është në pyll. Klodin, se kishe Klodin, tha gjë. Jo, e hapa zjarin unë, po futa ministrin këtu dhe bëri përplas me ministrin Vengu Klodi, si që bënë zakonisht, këtë gjene vetë edhe... Ruetu lavdine. Dhe iku zjarri. Jo qa paradoks. Iku zjarri. Gjithë Shqipëria në shi, 2 orë që nuk bie shi, bie zjarë. 2 orë që nuk bie shi në një teren bushat, në një teren aty, dhe ra zjarri. Ra zjarri. Tani. Pra, deri tani nuk ka pranuar asnjë parti e re opozitare, por vetëm partitë opozitare të PD-s. Se si që dim tani, kemi disa parti opozitare. Partitë e reja, opozitare, bushat, dhe partitë opozitare të Partisë Demokratike. Që shpesh hynë dhe vegjetojnë aty brenda listave, janë gjithmonë bën deputete tjera tjera. Për diskutuar për këtë çështje dhe aktivitetin politik në vend, kam zotin Arlind Qori, siç përmenda. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Mentor Nazarko, Andi Tela, Andi Bushati. Faleminderit shumë. Në lidhje direkte do tjetë Adriatik Lapaj, kryetari i Shqipëria Bet, i thashtë vinte këtu, mirë po jota se i marrin dhe kariket dhe tani vazhdimisht duke i marrë kariket, aty, po se dhe nuk ka ore, se ti busqesh, po... Mora për natë. Kështë studio tjero? E po kalem njëri sak dje për të rojtur kariket. E kështë qenë dhe të fevzive dhe të një emision i nësishëm të Rajaj. Po ti e merë tonë për tonë? Jo, Randaj së të vjenë? Jo, a i delë, të me të nëne me thres gjithmonë burë, se dhe njarjet, këto kemi, laba e ka dhe tjetë, se ku ke njarjet tjetër ti? Edhe doktori... Jo, pra ndaj them që mund të të vindë në studio. Dhe në natyra shira. Mund të të vindë në studio, pra ndaj them. S'ke njarje. Tere do të fillojmë. Edhe një që kishim përgatitur sinkron dhe pjesë e parë, nga ajo përplasja që ndodhe në fillim, nuk e dhamë. Po, popullata e ka parë vetë të gjitha të dramën e madhe që ndodhi me ujrat. Atëherë edhe njerë, Zoti Qori, ju e keni refuzuar kategorikisht ftesën e Zotit Sali Berisha, do të na thoni dhe njerë pse. Se ndoshta njeriu duhet bëjë dhe kompromiseve. Pavarësisht se ty s'të kemi parë të bësh kompromise si njeri, i e larg kësaj pjese, po në politik tani nuk është se ka në një nder shumë të madh. Dhe këta që kanë nderin në shpinë shumë, edhe e hanë. Pse ti tani thua që me doktorin ti... Tani ti ke drejt kur thua që politika në Shqipëri prej kohësh, shumë kohësh, është funde krye pandershme. Problemi është që shoqëria shqiptare nuk ka përfituar asgjë nga politika e pandershme dhe nga politika e kompromiseve të pamoralshme. E përzierjes ujit me vajin e me gjithë shka tjetër, zakonisht të kompromise kanë qenë dhe unë besoj që të vazhdojnë të jenë në dëm të interesit publik, se do fshejnë vetëm interesat meskine të partive edhe të drejtuesve tyre për të bërë plaçk praktikisht. Unë besoj që ndoshta do kemi dhe një çik kohë për të folur për nocionin e qeverisë teknike që përflitet nga Sali Berisha e të tjerë, për të kuptuar që nuk është gjë tjetër vetë se një ftesë për pazar, edhe ato që i vjedh një dorë deri më sot, i vjedhin 2, 3 apo 4 duar të tjera. Dora në zemër, unë kam përshtypjen që në gjitha ftesat që ka quar Sali Berisha, ftesën për lëvizjen bashkë e ka paraditur, do të thënë që ka për të refuzuar, sepse ne kemi refuzuar gjithmonë Berishën, PD-n, sigurisht PS-n e Ramën, pa pikën e diskutimit, e refuzojmë sot dhe refuzojmë gjithmonë sa kohë bëhet fjalë për parti funde kryet kompromentuara, për parti drejtues kryesor të cilit janë, si thua, objekte të akuzave o të hetimit për korrupsion dhe mbi gjitha për parti që janë funde krye servile të oligarkisë ekonomike. Që nuk pres që Sali Berisha të kishte vërtet pritshmëri që lëvizja bazë do ta pranonte ftesën e tij. Mirë, nga ana tjetër,
ajo që mua më bën çik çudi është që të ndikuar nga pozicioni i Lëvizjes Bashk, edhe parti që kanë dalë nga partia Berishës, o nga çadra e Lulzim Bashës, kanë ardhur në pozicionin tonë dhe e kanë refuzuar Berishën. Duhet ju kujtoj këtu që Sali Berisha me një varg tjera partish të reja dhe të vogla janë aktualisht në koalicion. Janë koalicion për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Janë të gjitha mbështetëse të kandidatit Florian Binaj për Bashkinë e Tiranës, që është de facto kandidati i Sali Berishës, ndërkohë që unë vazhdoj të jem përveç sekretari i Lëvizjes Bashk edhe kandidati i Lëvizjes Bashk për zgjedhjet e Tiranës kurdo që të mbahen ato. Ne me Berishën, me Ramën, me oligarkinë ekonomike, me gjithë zullumqarët e këtij vendi, as na ka bashkuar ndonjëherë në gjë, as do të na bashkoj ndonjëherë në gjë. Kemi rrugën tonë, po organizohemi për protestat e reja tani, përsëri përpara Kuvendit të Shqipërisë, që të kërkojmë sëriqmi jo vetëm shkarkimin dhe heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, por njëkohësisht edhe shkarkimin e Edi Ramës. Ai bashkim që unë mendoj se na duhet është bashkimi i qytetarëve të ndershëm përmes një alternative që reflekton të kundërtën e gjithçkaje me cilën jemi mësuar ne sot politik, e kompromiseve pas një lloj ideje, ideali e moraliteti të pazareve të gjithë dhe me të gjithë në kurriz të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuptim, unë sërish sa herë kam mundësi do t'i bëj thirrje qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që t'i bashkohen aksionit ton protestues dhe kundërvënës ndaj një qeverie jo vetëm funde kryet korruptuar, po edhe diskredituar. Se dua t'ju kujtoj që kryeministre de facto këto ditë, dini cili është? Është Belinda Balluku, se Edi Rama ka marrë rrugët e Evropës. Pra, është Belinda Balluku ajo që në kohën e krizës më të madhe dhe emergjencës natyrore e civile, është duke drejtuar shtetin shqiptar. Dhe nuk ka gjë më ironike se sa njeriu që mendon ore çast si të shpëtoj veten përpara akuzave të spakut, na marr ka detyrën tani të shpëtoj Shqipërinë nga përmbytja apo nga zjarri me që ju referuat edhe zjarrit tek tregu i 5 Maj. Ndërkohë të shikues përveç zotit Qori, cili ishte duke folur, në lidhje me ne do të është Adriatik Lapaj, mirëmbrëma zoti Lapaj, i cili dje braktise pak sheshin, po sot për ne nuk erdhe këtu. Nejse, faleminderit edhe kështu se sakrificësh dhe kjo, falenderojmë, do t'ishte... Shiko, që thëmë të vërtetat janë gënjeshtra të mëdha, je ka qenë si u repesh, lidhje ti kisha nga sheshti, por për shkak të si u repesh, nuk mund realizoj nga sheshti, kështu që u detyrova... Qartë, po e them edhe kështu edhe për batut, të them në një, edhe do në lejoj të dalim edhe jashtë kornizave, shi i madh është e kupton tani që... Tani, për pas se të flasim e Lapaj, unë do t'ju them që ishte dhe Agron Sheaj, i cili pati një fatkeqësi të madhe, jashtëzakonisht madhe, vdi të vaj vetë, mushlimet tona edhe njerë, mushlime, do t'ishte në lidhje me ne, por nuk të rast, sigurisht që njerë nuk mundet. Atere, Lapaj, vazhdojmë. Vetëm po mund e zërin baj pak lartë, sepse këtu kamerë nuk më keni nisur, kështu që jam në kushet e mungesë të regjistre dhe nuk dëgjohet mirë. Po mirje, do më thënë duhet dëgjohesh mirë nga ne dhe do të marrësh pjesë vazhdimisht në bisedë. Tani, regjia në paraqetë nuk e largon Lapajn asnjëherë, por ndërkohë unë vijoj me një pyetje tjetër, pastaj e merr Lapaj. Lapaj ka disa ditë që ri para kryeministit protestë. Po kësaj proteste, zoti Qori, pse nuk i bashkoheni të zotit Lapaj për shkak? Unë e kam dhënë shpesh herë përgjigjen, sepse u bë kohë që ne na kërkohet bashkohemi me parti tjera, edhe kam thënë që partitë tjera nuk kanë as ndershmërinë tonë, as nivelin e seriozitetit tonë. Fatmirësisht nuk e bëm gabimin që të bëheshim me ta përpara zgjedhjeve, se ndryshe do kishte përfunduar dhe unë gazi botës me tezen apo dajën tim që luftonte për deputet. Ne i kemi të ndarë hesapet me partitë e tjera, nuk i konsiderojmë, po themi, opozitare ndaj këtij sistemi, ndaj oligarkisë, ndaj sistemit vjetër politik. Dua t'ju kujtoj që... Ja, mos e shkëputë... Po them dhe i herë, të gjitha partitë e tjera, përveç Lëvizjes Bashkë, që konsiderohen si të reja, janë aktualisht në koalicion me Sali Berishën për zgjedhjet e Tiranës. Sheja jo, ta jo. Si jo. Unë nuk shkoj tha dhe nuk i bashkohem,
Sali Berishës, sepse ata janë duke atakuar për korupcion. Ti bashkojë Sali Berishës duke mbështetur kandidatin e Sali Berishës për Bashkinë e Tiranës, Florian Binajn, e të mos i bashkohesh pasaj në Tryezë, mua më duket çik hipokrizi, domethënë, ose paqëndrueshmëri ose mungesë koherence. Politika do seriozitet, politika do guxim, politika do mbi të gjitha koherencë, do që fjala dhe veprat të jenë një. Ne të njëjtin qëndrim që e kemi pasur më herët, e mbajmë edhe sot. Shoqëria na ka dhënë drejt dhe na jep drejt çdo herë më shumë për qëndrimet tona, pastaj çdo parti ka lirinë edhe drejtën të bëjë çfarë do lloj aksioni që ka qef, çfarë do lloj metode proteste që dëshiron apo quan të arsyeshme, të futet në çfarë do lloj koalicioni. Ne thjesht i qëndrojmë larg këtyre aventurave. Labaj, pra ju nesër e pyetje para do të bashkoheni Sali Berishës në thirrjen që u ka bërë të gjithëve, dhe pastaj për të komunikuar dhe për të bashkëbiseduar me këto çka thotë zoti Qori. Ke bën mirë që nuk u bashkuar me ju. Pjesën e zotit Berisha, ne jemi në shtesh, po protestojmë prej 32 ditësh si asnjëherë më parë në këtë republikë, pa ndërprerje ditënatë. Në këtë kuptim, nuk është normale që ne të çohemi dhe të shkojmë të ulemi sallave të konferencave për të diskutuar në lidhje me protestën. Protesta është këtu, sheshi është i hapur për të gjithë. Ne nuk jemi me logo partie këtu, sepse kemi thënë, ka një kohë për partinë, ka dhe një kohë për Shqipërinë, dhe tu është e nevojshme që qytetarët të dalin rreth një simbolit përbashkët që është flamurin kombëtar, sepse asnjë nga ne, veç e veç, në këtë moment që ndodhet vendi, nuk e mund dot Edi Rama. Sepse Edi Rama ka krijuar një sistem monstruoz të projeksionimit të votës. Dhe në çdo kusht, në çdo rrethan, për të një bashkimit madh popullor, ai është një monstër politike, do thosha, në thonjë se ajo pjesë se një subjekt politik, që prodhon një rezultat i cili është në disfavor të ndryshimit dhe të Shqipërisë. Kështu që qëndrimi jonë ka qenë i qartë, ne nuk do të shkojmë në atë Tryezë, sepse atë Tryezë ka logo partie, dhe po të që për Tryeza partie e kisha shtruar unë këtu në shesh një dhe i thoja të gjithë sepse legitimiteti është këtu në shesh me të drejtën, por ne nuk e bëjmë këtë sepse ne e dim që po ndonjë brenda gardheve nuk krijohet dot kohezioni i madh social për ta detyruar Edi Ramën të iki. Okej, nuk shkoni. Por ju ndryshoni shumë dhe me njëri tjetrin brenda vetit. Brenda njëri tjetrit, te forcat e reja e kam fjalën. Te ju, te zoti Qori, por dhe te Shejaj, që Qori thotë nuk e fronton të Sali Berisha nga që ka qenë një pjesë aty dhe ka shlarguar prej tyre. Ai është larguar dhe një gjë të re përfaqëson. Sipas meje, por gjithsesi, por edhe brenda jush, domethënë ideja për të mos u marrë vesh, ju mbeteni si shoqata në këtë rast. Edhe zoti Qori dhe ju, do me thënë dilni si Don Kishoti Mançës, ja ta mbaroj. Unë jam me ju në këtë rast. Me zotin Qori, me ty, me këto krimet e reja. Edhe pse jam i vjetër në moshë. Një minutë. Kolegët, ata të ishin bashkë me ty, këtu në këtë studio, më kanë akuzuar mua që duhet t'i kesh dhe ti bashkë me këta. Dhe ata e zjotën pastaj, e bën avokat. Njeri unë tëndë. Të cilit e futit e ty. Do me thënë, politikisht, tani, ka një problem të thjeshtë. Ju dukeni si shoqata. Do me thënë, po mbledh sa njerëz t'i aty, sa njerëz i mbledh zoti Qori, sa Agron Shejaj, ku ishe asgjikundi që bere asgje. Këtë, ama spjegoni do t'a kuptoj, se ndoshta jam unë, mo nuk e kuptoj unë, edhe i vjetër, edhe nuk e kuptoj. Qa do bëni ju? Ju aty, zoti Rakipi, ndoshta nuk doni t'a kuptoni, po unë sa po t'a shpjegova këtë që ju po thoni. Të thash që ka një kohë për partinë, ka një kohë për Shqipërinë, dhe të thash që këtu nuk jemi si parti politike, sepse për ne nuk ka parë si parti që parë që është bëndi. Të lutem, ata mbaroj unë këtë tani. Ti je përfaqësues si një forcë politike, po për Shqipërinë tani, aty mund të dalin dhe njerëz koto që ikin rinë në rrugë, edhe lypsa, po jo, të lutem shumë. Vazhdo, të kam ftuar, më të thuash. Po që ta kuptoj, unë ta kuptoj. Që s'po kuptoj gjë. Po që ta kuptosh, këtë më dëgjosh. Dhe unë po të them. Mo ja ta dëgjoj tani, se të them unë shpesh. Ne e kemi lënë
Egon Mënjan, e kemi lënë partin Mënjan të Selia, dhe po themi që e kemi ullur gardin partijak për ta hapur vetë-veten ndaj shoqërisë, ndaj sheshit, ndaj qytetarëve dhe për t'i përbashkuar njerëzit dhe themi nuk kemi asnjë siklet ne që të rrim në këtë shesh, edhe me qytetarë që kanë votuar lëvizjen e zotit Qori, edhe me qytetarë që kanë votuar lëvizjen partin politike të zotit Sheaj, edhe me qytetarë që kanë votuar partin demokratike, mjafton që të gjithë të kuptojmë që edhe pse mund mos e pëlqejmë njëri tjetrin, haui përbashkët sot është më i madh se mos pëlqimi për njëri tjetrin, dhe haui përbashkët është Edi Rama. Edhe pse mundet dikush ta urrejë njërin apo tjetrin, duhet kuptojmë që problemi më i madh është sistemi që ka ndërtuar Edi Rama. Edhe pse mund mos e kemi qef njëri tjetrin, duhet kuptojmë që veç e veç të ndarë përballë Edi Ramës gjithmonë u mbasim ne në këtë fazë. Dhe shoqëria ka nevojë sot për ndryshim. Dhe ajo që unë po them është që askush mos ketë sikletin e logove apo të partive, se secili mendon që partia e vetë është më e mira. Ne themi që nuk kemi këtu si Shqipëria bëhet. Dhe të tjerët nuk duhet vinë këtu si partitë përkatëse, po duhet vinë si qytetarë, sepse këti fondi i nevojitet që Edi Rama me bandën që drejton të iki, jo sot, dje dhe më hapur, më trotë, më qartë se kaq, ne nuk mund ta themi dot, dhe unë ndaj them pesh në këto ditë, ka një kohë për partin, ka një kohë për Shqipërinë. Nuk është koha për partin, koha për partin është në zgjedhje. Koha për Shqipërinë është sot. Ta mund mos më duan mua, dhe është e drejta atyre legjitime, edhe pse unë nuk kam me probleme me këta. Por këta nuk mund jenë egoist në pikën që të bëjnë çdo gjë përveç se të vinë e të përballen me Edi Ramën. Edi Rama e ka zyrën në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dhe Edi Rama duhet ta dëgjoj dhe duhet ta shohë popullin këtu përballë ti. Zoti Qori, ja ta bisedojmë bashkërisht. Politika duhet bëhet në emër të të vërtetës edhe të drejtës. Edhe kush gënjen politikisht apo bën hipokrizi politike, është duke i bërë një dëm shumë të madh shoqërisë. Njëri që është kryetar partie nuk mund të thotë unë nuk veproj politikisht si kryetar partie. Unë jam kryetar i Lëvizjes Bashkë dhe çdo aksion im publik se mund mbaroj. Njëri tjetër. Unë jam kryetar i Lëvizjes Bashkë dhe çdo aksion im i publik përfaqëson Lëvizjen Bashkë. Kjo nuk ka pikë në diskutimit. Të thuash që jam kryetar partie, po jam pa logo, është nonsens. Është edhe për të qeshur. Tani ose gënjen ose nuk merr vesh fare nga politika, nuk e di cila është ka këto. Mund kujtohet tani në vitin 2018, nëse mund të mbaroj. Në vitin 2018, gjatë protestave të studentëve, aso kohë kryetare e LSI-s ishte Monika Kryemadhi. Edhe tha Monika Kryemadhi, e grisa unë thot tesërin e LSI-s dhe do shkoj si qytetare me studentëve. Po as vetë Monika nuk e besonte atë gjë, as populli as shoqëria nuk e besonte atë gjë. Tani nëse thua, unë nuk vi si kryetar partie këtu. Atëherë do pranosh që edhe Sali Berisha po të erdhi aty nuk do vi si kryetar partie. Do të vi ka Sali Berisha si qytetar. Edhe bashkimi yt me Sali Berishën apo me Ilir Metra apo me këdo tjetër, nga këta të paktën që janë jashtë burgut, nuk është bashkim partijak, nuk është koalicion partijak, por na qenë ka një bashkim popullor. Kjo nuk është e vërtet dhe pikërisht sepse kjo nuk është e vërtet dhe kush e thot të gjë, minimalisht është i pasakt, maksimalisht është hipokrit, kjo reflektohet edhe në refuzimin e qytetarëve të Republikës Shqipërisë për t'u bashkuar kësaj hipokrizie. Ne kemi shumë nevojë për të vërtetën dhe kemi nevojë që ata që merren me politikë, ata që përfaqësojnë forca politike të kenë përgjegjësinë për ta thënë të vërtetën dhe të kenë përgjegjësinë për gjithçka që edhe thonë, edhe bëjnë. Po e them edhe një herë, para shumë viteve, secili nga ne munde shumë mirë të thoshte jemi shoqëri civile, vim si individ, vim si qytetar, jo. Tashmë, secili nga ne është përfaqësues si një partie politike, është përfaqësues si një ideje politike, është përfaqësues si disa qëndrime politike dhe pikërisht për këto arsye, njerëzit ose na marrin seriozisht ose qeshin me ne. Qarë, po cili është propozimi juaj? Tani, mundem... Jo të ndryj që i tha dhe pastaj ndryj me njërë. Se është hau i madh, po unë nuk mund ta lë pa përgjigje këtë. Po sigurisht. E para njerë, se u mundova ta shmangja e në parë, po me që se e kërkoj po ja them. E para njerë, ne në lista e të gjithë Shqipëria që kemi vendosë, në listat e mbyllura, njerëz për t'i djegur për të aplikuar modelin e listave të hapura. Dhe unë jam një njeri që kam garuar në listë të hapur. Nuk u pëlqejnë listat e mbyllura. E dyta, duhet 50 hallat nga zoti Qori në fakt, nëse ne i kemi vendosë për t'i djegur, ju i keni vendosë vetë,
Mirela Ruko ka qenë në Fier kandidate, ndërkohë motra e Mirelës, Albina Ruko, ka qenë në Tiranë kandidate. Stella Muçi ka qenë kandidate në Gjirokastër, ndërkohë Redi Muçi ka qenë kandidate në Tiranë, janë motre vlla. Janë aktivistë, zotëri, janë aktivistë për një jetë. Në lidhje me A i dini kush është deputeti i Lëvizjes Bashkë sot? A i dini kush është deputeti i Lëvizjes Bashkë? E njeh gjithë Shqipëria për mirë. A i di cila është deputetja e partisë tuaj? A i njeh njeri përveç jush personalisht? Në lidhje me Dhe si justifikon rrogën, zonja në fjalë? Dhe si vajtët e u tallët me popullin, duke e thënë, o budale, ju nuk kuptoni taktikën tonë geniale. Si justifikoheni tani publikisht? Si justifikoheni? Dhe si pretendoni që pas ju bët gazi të tërhiqni dhe tjerët në Karagjozllëkun tuaj? Po ti bëjes një kulturuar, më lër pra të flas pak. Kulturuar, të mbaroj. Pushere më të stira në teren. Ashu, më lër të flas. Patjetër. Ashu. Tani te një pretendim të dytë që nuk na u bashkoka në njerëzit. Në aktivitetin e fundit, ditën e diel këtu, ku janë proceduar 13 qytetarë nga të cilët janë arrestuar 4 njerëz. Dhe gjykata tha janë 4 arrestime të paligjshme. Si aktivist do duhet të dilje krah tyre dhe ndajet drejtën e atyre që janë arrestuar në mënyrë të paligjshme dhe the që këtu nuk janë bashkuar njerëz. Në aktivitetin tonë të ditës diel kanë qenë 3000 qytetarë, mbi 3000. Mos u tallo burridhejot, po si jo 3000 qytetarë, si 3000. Ore, unë do dëshiroja të ishit edhe 30.000 mo, edhe 300.000, inshallah bëheni. Problemi është që nuk do të tallemi qytetarët, pa mirë e ke ti. Kjo qasje i shërben Edi Ramës. Zotri, bashkohu në shesh kundër Edi Ramës. Por zotri, ti ke hapur lokal në shesh, nuk po proteston në shesh, më vjen keq ta them. Ti ke hapur lokal në shesh dhe nuk t'afrohet asnjëri. Dhe pyet vetëm pse s'afrohet asnjëri. Dhe si pret të t'afrohet mua kur s'afrohen qytetarët. Leri këto. S'ka nevojë Shqipëria për dënglat e tua të mia. Ka nevojë që Edi Rama të iki sot, jo nesër. Po si po e heq Edi Ramën aty ti, hap të më thuaj aman. Si po e heq ti Edi Ramën? Si po e heq Edi Ramën ti? Duke u bërë qesharak, duke u bërë objekt tallje. Si? Duke zënë atë vendin aty që zguxon njëri të afrohet. Si po e rrezon Edi Ramën? Ma thuaj çik lutem. Të kam kurthje kaq kohë nuk të shkoni e pedagog, teze halla dhe kur e di të vërtetën. Po teze halla nuk janë fjalë të pista, më është përshkrimi i realitetit. Është ajo që keni bërë ju, keni tradhtuar votuesit tuaj, duke ju thënë që është një skem geniale dhe përfunduar te tezet e taja, kush ka fare? Ti dhe të gjithë të tjerët. Dhe njerë, bashkohuni në shesh kundër Edi Ramës, ka i di unë, leri tezet edhe dajot, bashkohuni në shesh kundër Edi Ramës, pastaj fundu në zgjedhje dhe fito 20 apo 30 mandate e qeverisë. Merë dorë për dore Sali Berishën, e Ilir Metën, e Edri Shabanin, e të tjetrin, Agron Sheajn, se jeni në koalicion me njëri tjetrin, edhe vazhdoni, po se ju të ndjek njëri, sepse nuk keni reputacion, nuk keni autoritetin moral, ka gjithë thjesht. Në shesh kundër Edi Ramës, mos më ik mua në çdo cep të Tiranës, në kuvend e lartë e poshtë dhe vetëm kuvendi nuk është cep zotri, është institucioni më i rëndësishëm. Po të kishe lexuar kushtetutën se me demegje dhe jurist, do e dije që kuvendi është institucioni më i rëndësishëm kushtetues në Shqipëri. Këtu në shesh kundër Edi Ramës, kaq them. Bravo! Zoti Çori, ju jeni akademik, mirë po i fryni disa teorive konspirative. Ju e dini shumë mirë si qëndronte e vërteta me listat tona të mbyllura. Unë e kuptoj një komentues në Facebook që ndoshta nuk e ka kuptuar akoma se çfarë deshe me bane me listat e mbyllura, me tezet e me hallat. Po ti je akademik, ti e kupton se çfarë deshe me bane me listat e mbyllura. E kuptoj që doni të hiqnit vetullat dhe nxorrët syt, sepse në rastin më të mirë jeni të paftë për të kuptuar pasojat e veprimeve tuaja. Ka që thjesht është. Për bashkëpunim, edhe për këtë ti je i qartë. Nuk e di pse u fryn teorive konspirative, kur ti e kupton shumë mirë të vërtetën. Cila është teoria konspirative? Ka qenë në studion tonë, vajza është... Jo, ta spjegoj jo, se unë... Po se di pras. Teoria konspirative thotë... Na folje për tezet e dajat, pra. Po është e vërtet, më zonë, tani ç'të themun? Ç'të themun? Ti ishte tezja ime deputete, do më vinte turp, do i thoj, aman o teze ik. Ik aman se na korite. Po ç'të them, ju keni botkutimin tuaj. Sukses e paçi, s'ju them. Si e din që ne kishim një sistem zgjedhor ku mandatet ndaheshin fillimisht te listat e mbyllura dhe pastaj vinin te listat e hapura. Ne donim që t'i bashim me listat hapura dhe nuk kishte asnjë mundësi që personat te listat e mbyllura të votoheshin dhe ne të shikonim se sa janë votu këta persona. Kursa le ligji praktikisht listën e hapur ti thjesht nuk e përdor. Mirë, po nga nga tjetë, duke mos qenë parti dhe duke mos pat një mekanizëm për të renditur kandidatët, keni shkuar të tezët dhe hallat, të bëtë ju them.
mund t'jetë pak sa teknike për dikë që na shikon nga larg dhe mund të ngjisë në rrjet te komentuesit, po jo te dikush që e kupton situatën. Ju besoj e kuptoni, kështu që në momentin që ju i fryni komenteve të tilla, do të thotë që ju e bani qëllimisht. Bravo! Po iket një vit. Jemi mbrapa shumë në kohë, gjithsesi, okej, jemi bashkë, po thuaj Lapaj të kthehet që të vijojmë se nuk do kemi vetëm këtë përplasjen mes... Teoria e dytë, se më ka zoti Çori për çfarë teori se ke fjalën. Gjatë gjithë kohës insinuoni që ne jemi në një bashkëpunim të fshehtë me Partinë Demokratike. Çka keni pa ju të ne që ju bën me besu që ne kemi një bashkëpunim me Partinë Demokratike? A jeni në koalicion për të mbështetur Florian Binajn, zonjë? A jeni në koalicion për të mbështetur Florian Binajn? A jeni në koalicion? Ata kanë kërkuar që të bashkëpunojmë? Pra jeni praktikisht një koalicion me Sali Berishën. Tani ju mohoni atë që është e dukshme, atë që është edhe formalisht e vërtetueshme. Jeni në koalicion me Sali Berishën për të mbështetur Florian Binajn. Florian Binaj është ende kandidat, nuk është tërhequr, asnjë nga ju nuk është tërhequr nga mbështetja e tij, madje jeni në koalicion dhe me Endri Shabanin, se edhe Endri Shabani e mbështeti Florian Binajn dhe i qëndron akoma partia e tij koalicionit. Pra jeni gjithë koalicion tani, pse turproheni nga kjo gjë? Pse e fshihni? Pranoni faktin dhe eci përpara. Si që kemi në koalicion me Endri Shabanin, nuk e kuptoj. Po Endri Shabani një lloj si ju mbështet, partia e Endri Shabanit mbështeti dhe vazhdon mbështet Florian Binajn, ka që thjesht. Në koalicion me Endri Shabanin. Mojzonj, a jeni ju Endri Shabani, Agron Shehaj, Sali Berisha mbështetës të Florian Binajt? Pra kandidatit de facto të Sali Berishës, kjo ju bën të jeni një koalicion, nuk të po ju them, e vërteta është e dukshme. Tani qofse jeni koalicion, mbani përgjegjësinë atij koalicioni dhe silluni si anëtar të atij koalicioni, kaq e thjeshtë. Çdoni me ne. Çdoni me ne, vazhdoni rrugën tuaj, siç e keni nisur. Zotja Elin Çori, ju a doni me të vërtetë që t'ja heqim pushtetin kësaj partie, apo doni që të rriteni 1% në çdo zgjedhje? Po, duam vërtet dhe besojmë se qytetarët do mbështesin parti që janë kundër modelit të zullumeve politike, të pandershmërisë dhe të qesharakësisë. Dhe që ndjenjën e frikës duke e godit autokracinë dhe pastaj hajde kandidojmë gjithë edhe të shikojmë ku qëndrojmë. Po nuk mund të pretendojmë që në autokraci të rritemi 1% çdo vit, nuk i motivojmë do të tjerë. Teza e autokracisë justifikon bashkëpunimin tuaj edhe me Sali Berishën, edhe me Ilir Metën, edhe me oligarkët. Pra qofse jeni në këtë qendrim, çojeni deri në fund, po thoni të vërtetën, këtë po ju kërkoj. Thoni të vërtetën publikisht. Do dosha shumë që të bashim një debat kështu të mbi argumente, tu e respektu kohën e njëri tjetrit. Na bënë një akuzë për Florian Binaj dhe po ta shpjegoj idenë pas asaj që ne kemi bë. Ne nuk po vendosëm tavolinë me askën, ne thamë të dalë dikush dhe ne ta mbështesim. Florian Binaj ka qenë me ne në fillimet e kësaj lëvizje. Ai është më afër nesh në këtë aspekt se sa me Partinë Demokratike. Ne s'kishim që të mos e mbështesim. Ju kënaqeni me faktin që u rritet në sondazhe, por ama Florian Binaj, sipas sondazheve, kërcënonte Ogerta Manesterliu në Partinë Socialiste në Tiranë. Cila është më e rëndësishme, që të rritemi në sondazhe apo ti marrim? Pranojeni më zonjë, pranojeni pra që jeni koalicion me Sali Berishën dhe pastaj ta ndërtojmë bisedën. Pasi e pranoni që jeni koalicion me Sali Berishën, mund të flasin nëse kjo është rruga e dur apo jo. Po nuk mund të thoni edhe jemi kundër Sali Berishës, edhe refuzojmë Sali Berishën, por edhe jemi në koalicion me këtë. Prandaj them që politika është përpjekje në emër të së vërtetës. Dhe unë do doja shumë që të vinte të na bashkojë përsëri zoti Lapaj në bisedë. Do bashkohet, patjetër. S'do ishte keq që tezat e tij domethënë të ishin më përfaqësuese. Hajde zoti Rakipi me pyetjen e radhës. Ju thoni që duhet qeveri teknike. Çfarë zgjidh qeveria teknike? Jo. Më thuaj se Qeveri teknike do të thotë të bëm ca burokratë të tjerë. U gjimë vend pune. Ne themi qeveri tranzitore me intelektualet më të mirë që kemi brenda dhe jashtë vendit me një mandat 12 mujor për të përgatitur vendin për zgjedhje të lira dhe demokratike pas 34 viteve. Ne themi duhet bëhemi si Kosova në këtë fazë që u bën zgjedhje në Kosovë. Kaq. Bravo! Po njerin nga kandidatët që kishte zgjedhur e thira unë njerë në emision dhe kishte frikë të vinte për shkak të pozicionit të emisionit tim, nga intelektualët e vendit që duhet të rregullojnë këtë vend. Megjithatë, kjo është një problem i diskutueshëm. Pra ju jeni për një qeveri ku të vinë intelektualë të përmasave që ju mendoni që është gjithmonë subjektive, sepse ata janë intelektualët kanë kaluar dhe aty ty dhe pastaj të kanë bërë përgjigjëstrim. Ke bërë një shënim, ke botuar fotografi dhe të kanë bërë përgjigjëstrim të saj. Pra,
Jo, zotri, jo. Intelektualet që ne kemi sot, që njofim, janë, nuk dua të fyej ata, nuk dua sepse është e drejtë e tyre të sillen dhe të bëjnë çfarë të duan, por ata janë njerëzit më konjunktural. Janë njerëz Kush më ka për gënjeshtrim, se te kuptova? Një aktor i njohur, shumë i njohur, që nuk kap si ta futim në. Erdhi Po aty. se kam propozuar unë ata. Jo, nuk e propozoj. Ore, ai të refuzoi fotografinë, jo propozimin për kryeministër, që vjen aty të vjen me dru. Sepse në Shqipëri i dashur, lapaj, këta që ne i quajmë intelektualë, mos themi emrat asnjërit, janë njerëz konformistët më të mëdhenj të vendit. Dhe nëse Shqipëria... Po ti vëm Chelsea Republikës pastaj, si thoni? Urdhro? Ti vëm Chelsea Republikës, të ikim, ta lëm fare, ti vëm Chelsea, nda mbyll. Po pse Chelsea është vend, mo? Kjo është një republikë me Chelsea. Ne që ta bëjmë Shqipërinë, po me intelektualet, pra do ta bëjmë, hajde gjejmë ku i kemi të mirët. Ore ku i ke se nuk të del njeri, dhe këta që janë politikanë që janë shfaqur ti, zotëria këtu dhe të tjerë, ne do t'i respektojmë, pavarësisht nga mungesa do të respektojmë si të tillë, dhe do t'ju heqim kapelen. Po përshën pyetje politike mua, po tani se kam 32 ditë në të ftohtë këtu, e flën në -3 gradë. Atëre, ju jeni për qeveri të jo teknike, por qeveri me intelektualet. Zoti Qori? Tani, se unë politikën e kam dhe fush studimi drejt që ta hajdo, më thënë. Pra, ajo që ti mund të qush tranzitore, teknike, bashkëqeverise, qeveri tralala, akademi shkencash, një qeveri që të vinë në fuqi do mbështetje parlamentare. Apo jo? Dhe ata që e votojnë, ata e kontrollojnë. Pra, qeverin nuk do të asjeli delta forcët me helikopter. Nuk do të asjeli as fryma e shenjtë. Ata që do e votojnë, do e kontrollojnë. Dhe ka dy alternativa, ose e voton vetëm Edi Rama atë qeveri, pra heq veten edhe vën njëri që thot intelektuali shquar, ose bën ujdi me Berishën me partitë rreth rrotullti, edhe quan prapë se prapë qeveri e pajtimit kombëtar çfarë të duash, çfarë të duash ti. Tani, unë do t'jap argumentet pse kjo që quhet qeveri teknike nuk është zgjidhja e dur. Dhe ta vazhdoj argumentin. Po si shkohet e kjo pika, se këtu kemi pikën. Si shkohet e kjo pika që diskutojmë. Ta vazhdoj. Ja pa i të ndaloj dhe unë me njerëti. Se dhe njerë, qeveri teknike që nuk pyet për ata që e votojnë është absurditeti më i madh në politikë. Ti mund t'jesh intelektuali më i shquar, do t'i japësh llogari atij që t'ka votuar. Dhe sot në kuvendin e Shqipërisë, Edi Rama ka 83 deputet, Sali Berisha ka një 50 deputet, dhe kushdo që të vije do zbatoj o urdhrat e njërit, o urdhrat e këtyre dyve. Dhe në historinë e Shqipërisë... Po thot tjetër gjë. Pra po thot, hajde të mblidhemi shumë njerëz, duke qenë shumë njerëz, mund të kërkojmë një qeveri tranzitore, pra në emër të popullit, jo të lidhemi 4-5 veta. Kush do e votoj atë qeveri? Nuk ka rëndësi pra. Kush do e votoj? Ata që do e votoj, si nuk do e kontrollohen? Koncepti të ketë protestë popullore, që do të detyrojë atë që është në qeveri, se të tërhiqet dhe të lënë një mundësi në një qeveri tranzitore. Kjo është fabula që është ndërtuar. Ja ta them unë. Kështu që pyetja është se si shkohet nëse te kjo pikë. Të vazhdojnë te kjo. E zëm se ndodhi kjo. Kjo është ëndra. Ka një ka një protestë madhe popullore, që e duam gjithë, bukur fort. Edhe presioni ndaj Ramës është aq i madh, sa që ai thot do të bëj një hap mbrapa. Tani m'fal. Çai kushton Edi Ramës thot, e di si është puna? Unë jap dorëheqjen dhe kemi zgjedhje mbas 40 ditësh. Nuk do të zgjedhje partitë? Pyetja ishte nuk plotsoi ai kërkesën e qeverisë teknike, se i bie pastaj të bojkoto zgjedhjes, shkojnë prapë në Lulzim Basha ai 2019. Ai po artikulon ndryshe, nuk po thot zgjedhjet parakoshme. Ai po thot, jo, po e themi ne zgjedhjet parakoshme. Ai po thot është vetëm kërkesë racionale. Po jo, pra se kjo s'është racionale, pra sepse kjo nuk është racionale, sepse për 40 ditë ai nuk merr 83 mandate, po merr 93. Po pse mendon këtë gjë? Pse mendon këtë gjë? Sepse kështu ka ndodhur këto 13 vite. Ose shkëputni lapajn. Se nuk e besim që njerëzve u ka ardhur majt hundës dhe do e refuzojnë me votë Edi Rama. Edhe 14 maj, majt hundës ishte. Po sot kanë më shumë besim. Fare. Shoqëria, ajo, qeveria... Fare, pra se do ishte plot atje, po të kishte më shumë besim. Sot duket Edi Rama më i dobët, sepse po i vjen rangat e drejtësisë, po i afrohen duke e thënë. Po pra nuk ka njerëz atje. Dhe po ju them, praktikisht, qeveri teknike, le ta marrim çdo të thonë them, po teknike, pra mos e ngatro me teknike. Tranzitore. Edhe një herë, qeveri që nuk është vetëm e PS-s, se këtë po thoni, pra qeveri që nuk është vetëm e PS-s, unë po them, ka për të qenë de facto një qeveri e paktit Berisha Rama dhe gjithku që do u bashkohet atyre. O zotri, ti nuk do zgjedhje fare? Ti nuk do që një moment Edi Rama mos ketë hyshme në pushtetit dhe tjetë anash? Ti nuk e do këtë? Unë mund dua shumë gjëra,
Por, mirë pra- gjërat nuk bëhen me magji, nuk bëhen me vullnetin e mirë. Gjërat bëhen kur kuptohen kushtet të cilat vepron dhe mendon politikisht. Dhe po ju them, qeveri teknike de facto çfarë do të thotë sot? Qeveri teknike do të thotë që Edi Rama e Sali Berishën të bëhen bashkë dhe bashkë siç janë, në emër të reformave të mëdha, të shkatrojnë reformën në drejtësi, të shkatrojnë SPAK-un dhe GKK-on dhe të shkatrojnë edhe më kodin zgjedhor. Praktikisht kjo është në Shqipëri. Të kërkosh sot qeveri teknike, do thotë të gjë. Dhe Shqipëria ka pas 3 raste të qeverive bashkëqeverisjes PSPD. Njerë ka qenë drama e viteve 91-92, nga Ylli Bufit e Wilson Ahmeti, pastaj ka qenë tragedia e vitit 97, pastaj ka qenë komedia e vitit 2017. Ne nuk duam për Shqipërinë as dram, as tragedi, atëherë as komedi. Prandaj kërkojmë zgjedhje të parakoshme. Gjigju Lapa dhe unë do pres 2029 do thonë. Zgjedhje të parakoshme, sepse kemi besim te populli shqiptar. Jemi e vetmja parti këtu që ka besim te populli shqiptar dhe jemi e vetmja parti që kërkon zgjedhje parakoshme. As Rama nuk i pranon zgjedhje parakoshme, as Berisha nuk kërkon zgjedhje parakoshme, as një parti tjetër përveç Lëvizjes Bashkë nuk kërkon zgjedhje parakoshme. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Ne jemi kundër paktit të këshillëve me njëri tjetrin dhe jemi kemi njëkohësisht një besim të madh te populli dhe shoqëria shqiptare. Parti do i donte zgjedhjet e Lapaj. Po vetëm arsye pse si kërkojnë ose pse si do i pranonin zgjedhjet e parakoshme 40 ditë 45 ditë. Sepse duan të vjedhin bashkë, kjo është arsyeja. Kërkojnë qeveri të përbashkët Rama Berisha që të vjedh. Bashkë Rama me Berishën o burr. Mendojnë që po patë ti 2 ministri, do vjedhësh aty, do futesh patronazhiste tu në punë aty dhe do jesh hipotetikisht në kushte më të barabarta kur do qofshin zgjedhjet e ardhshme. Andi thot do i vjedhin zgjedhjet atë si. Po edhe një herë. Çdo parti në pushtet do tentojë të prek votën. Detyra e partive opozitare është të ngrejnë opozitën e shoqërisë, që shpresa të jetë më e madhe se frika. Lapaj. E bëjmë dot. Po se bëni pra. Të nga njëri të hyje një Lapaj dhe pastaj të vazhdojmë diskutim këtu. Po Lapaj. Tani zoti Rakipi, se unë jam në kushte pak më të vështira këtu edhe nuk u dëgjoj ti në studio. Tani, të lutem. E dëgjova zotin Qori, i cili ndryshon termat dhe e qua si një gjë të zakonshme në fakt të profesionin ton për një presje vete në burg, jo më për një fjalë të ndryshuar. Është shumë i rëndësishëm ruajtja e termave. Tani unë po e shpjegoj. Zoti Qori thot që kërkon zgjedhjet parakoshme. Pyeteni pak zotin Qori, nëse bëhen sot në Shqipëri zgjedhjet e parakoshme, sa mandate pretendon nga një që ka? Unë nuk bëj parashikime, sepse është arrogancë të bësh parashikime në kurrizë të popullit, pra ma unë ditë them që qofse bëhen zgjedhje parakoshme sot, Edi Rama nuk ka shumicë, sepse unë kam besim te populli shqiptar. Qofse bëhen zgjedhje parakoshme sot, populli shqiptar i neveritur me atë që po ndodh, kur nuk ka për të votuar shumicë Edi Ramën. Dhe ju që kërkoni me çdo kush qeveri teknike, ju jeni ata që fyeni popullin shqiptar sepse thoni që po bën zgjedhjet sot, Edi Rama jo 83 po edhe 93 do deputet do fitojë. Ju po fyeni popullin shqiptar duke mos besuar tek potenciali qytetarit thjesht votën e tij të ndryshoj fatin. Zoti Qori ta mbaroj. Dakor. Zoti Rakipi, më dëgjoj mua tani. Nëse bëhen zgjedhje të parakoshme me Edi Ramën kryeministër, që të ketë mundësi të falë gjobat, siç falin 150 milion euro para zgjedhjeve të 11 majit, që ky prap të ketë mundësi të drejtojë Ministrinë e Brendshme, që të lejojë krimin e organizuar, që të presionojnë votuesit, siç bëri në 11 maj, që ky prap të ketë të drejtë jap legalizime përmes Aluiznit, ASHK-s, siç i donte qefi para 11 majit, që ky prap të jap leje ndërtimi, miliona metra katror, oligarkisë, që këta të bëjnë vota me 10 mira punojnës të oligarkisë për Edi Ramën, si para 11 majt. Edi Rama, me zgjedhjet parakoshme, nuk fiton më 83 mandate, fiton 103 mandate, zotri. Sepse ka ndërtuar një mekanizëm monstruoz. Është gabim edhe është fyerje ndaj popullit shqiptar. Fyerje ndaj popullit shqiptar. Thuar që shqiptarët janë dele që do votojnë për shkak të legalizimeve, kjo është fyerje për popullin shqiptar. Është fyerje për popullin shqiptar. Thuar që sot Edi Rama do fitojë 103 mandate, është fyerje popullin shqiptar. Kush kupton nga historia e tërë, e kam dhënë disa herë si shembull, me vot është hedhur Augusto Pinocheti. Me vot është hedhur Augusto Pinocheti. Rregull, në referendum është hedhur Augusto Pinocheti. Por edhe Maduro nuk ndonjë vot. Edi Rama që i pathyeshëm. Ja të konkludoj Lapaj, të konkludoj Lapaj. Është i pathyeshëm. Të konkludoj Lapaj. Ja Arlin, konkludoj Lapaj. Po lemo keni respekt për qytetarët do burr dhe për mua se jam në
në 2 gradë Celsius këtu tani. Lutem më lërë mos e ngrohtë atje, më lërë të mbaroj. Tani, nëse ka një shërbim që Edi Rama do sot, është Edi Rama të bëj zgjedhjet parakoshme, i bëj zgjedhjet parakoshme, duke qenë haj kryeministër. Jo, nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë më Edi Rama kryeministër në zgjedhje. Sepse duhet hiqet Ministria e Brendshme që ai të lejoj krimin të presionoj qytetarët. Duhet hiqet buxheti i shtetit që të ndaj bonuse lart e poshtë, ti bëj Alish Berishet si çdo vet. Duhet hiqet Aluizni që të bëj çfarë do vet me legalizimet. E ka provuar Basha atë me duhet të hyjë në garë në kushtet barabarta, që do të thotë ne na duhet një qeveri tranzitore që të mos e ketë më Ministrinë e Brendshme. As Edi Rama, as Ali Berisha, as ne asnjëri. Dhe vendi përgatitet për zgjedhje. Sotri, ne nuk mund të mendojmë kaq ngushtë që të mendojmë të shfrytëzojmë momentin se si të arritim partinë që thot Adriatiku, me qënë se si dola se më bëri Davaverin, si shmeri manga, të bëhen zgjedhjet parakoshme që të korrigjoj gabimet dhe të futen në parlament. Jo, zotri, nuk ka rëndësi që nga i mandat, zoti Qori t'i bëj 2 mandate, apo Adriatiku t'hy në parlament me 2 mandate apo 3. Jo, sot është nevoja që Shqipëria të çlirohet nga autokracia e bandave që e vjedhin. E po, në ditën e vetë më të vështirë, Rama, në ditën më të vështirë, me skandale korruptive që po e mbysin, ta thonë që Edi Rama do zgjedhjet parakoshme, po pse si më shonë Rama zgjedhjet parakoshme, që se ka në majtë të duar. Dhe për këtë, tani unë të pyes pak analistës. Sa të mendojmë se partia jonë pas 20 vjetësh do bëhet e madhe, ndërkohë që pas 20 vjetësh Shqipëria do të jetë bosh zotri, sepse Edi Rama po e shtyp, po e shpopulon. Po qartë. Të pyes pak analistët dhe do të vjojmë. Nika, s'ka më se është sot këtu, miru pafshim. Po lëviz njëra aty për qartë dhe pastaj ngrohu pak dhe vjen edhe pak minuta që ta mbyllim pastaj. Për sa minuta? 10 minuta, 12. 10, 12. Pra për 10 minuta. Lëviz pak aty dhe... Hajde. Edhe përqendrohu. Atëre, mentor tani si e mendonte. Jo, pyetja është shumë e thjeshtë. Tryezën e Berishës ka refuzim kategorik, që bën lëvizja bashkë dhe pastaj edhe këta të tjerët. A duhet një moment që dhe forcat e reja politike të mendojnë në mënyrë pragmatike, sipas jush? More dale me se duhet mbledhur votat. Po për Berishën këta e kanë ultimative. Do ishte, ose gjithë kjo që pam deri tani, ishte cinike në kuptimin që të shikoje këtë grindje që ekziston mes partive të vogla në këtë të reja, po i quaj, se kjo është terme më saktë, në këtë nivel. Pra, të shikosh që me gjitha të nuk gjendet një emërus minimal i përbashkët mes 2 të rinjve, figurave të reja politike që nuk kanë hipoteka nga e kaluara që të kenë kaq shumë diferencë dhe të divergjojnë kaq shumë. Do më imagjinoj qytetarët të thjeshtë se si ndjehen kur e shikojnë këtë diferencë. Dhe çfarë edhe ne që nuk habitet me njëri këtu mentor. Ashtu ë? Pse është keq të kesh diferencë? Vendin ku jo, se shiko, unë e shikoj, domethënë është keq të shahesh të thyesh, po, qëndrimi i yt, ide të ndryshme, po drejtohemi produktive, po. Është puritan, mirë po në skenën, dakor, në këtë skenën ballkanike kemi një model të ngjashëm me vetëvendosjen, e cili e nisi si lëvizje në 2005, në 2010 është ndruar parti mori pjesë pra në zgjedhje dhe ju deshën 20 vjetë që ta firmojnë si parti e parë. Pra, unë e kam vështirë që ta kuptoj këtë kokëforcin tuaj për të mos bashkëpunuar me ndonjë parti, a me ndonjë grup partish, kundër qeverisë në pushtet, kundër Ramës, ndërkohë kur çdo llogari dhe më optimiste e juaj do t'ju detyrojë që të bëni kompromis. Ju thoni që do dali Rama nuk do të shumicë. Apo jo. Dhe ju do jeni pjesë e kësaj shumice, po themi në pikpamje të në kuptimin bashkë me partitë e tjera kundër Ramës. Pra do duhet bëni koalicion me dikë nëse doni të hyni në pushtet. Do hyni në pushtet. Jo, ne nuk e duam pushtetin si qëllim vetvete. Po çfarë doni? Pushteti është instrument për të realizuar ide, programe. Çfarë doni? Duam që sot mobilizojmë shumë qytetarë për t'ju kundërvënë qeverisë, dhe duke ju kundërvënë qeverisë, i kundërvijemi njëkohësisht oligarkisë ekonomike dhe sistemit vjetë partijak, dhe dyta, sigurisht në të ardhmen e parashikueshme, duam të jemi partia që do ta qeverisë Shqipërinë me nëpërmjet ideve të veta përparimtare. Këtë do një parti, unë nuk dua post për vete, unë nuk po vdes t'jem as deputet, as ministër, as kryeministër. Unë jam i vetë kryetar partie që po ju them, e kam dhënë me provë faktin që nuk më bëhet vonë për deputet lëkun.
vetë ka marrë vendimin që nuk do isha i pari në listën e deputetëve të Lëvizjes Bashkë dhe sot kemi një deputet shumë të mirë në Kuvendin e Shqipërisë, Redi Muçin, që po na përfaqëson më së miri. Sigurisht. Pra, për mua dhe për ne Lëvizjen Bashkë nuk ka rëndësi posti personal. Nuk ka rëndësi Po si do arrinit e përshëllimi, këton ta mora shembull e vetëvendosjes. Parzditje, Edhe vetëvendosja, bëri koalicion me LDK, bëri koalicion, pra bëri koalicione. Që alternativa për të ecur përpara, sot që udhëheq protesta, nesër që qeveris vendin, është Lëvizja Bashkë. Duhet ta themi të vërtetën. Qoftë unë mendoj që kjo është e vërteta, duhet thënë. Unë kam një raport shumë intim me të vërtetën politikisht. Nuk jam këtu as për të bërë kompromise, as për të bërë lajle lule, as për të bërë propagandë, te stacioni as për final. të thënë që jam kryetar partie pa qenë kryetar partie, nuk kanë sens këto gjëra. Duhet thënë e vërteta, e qartë, e plotë. Po ju jeni duke propozuar diçka irrealiste. Pse është irrealiste? Sepse ju thash një shembull vetëvendosja që nisi si lëvizje, që kishte qasje radikale, antisistemike, antiperëndimore, madje ishte edhe anti-neokolonialiste, këto ishte në programin e saj. Dhe ju desh bënte koalicione me LDK-n, me AK-n, me partitet me nismën, dhe ju desh 20 vjet për të ardhur pushtet për të bërë 50% e votave. Ju jeni duke parashikuar... Kosova ka një problem. Ka një 20 deputet që nuk vinë nga vota popullore proporcionale, po janë automatikisht minoritet. Po 100 po thotë. Po 100 deputet, po kishin atë, vendosja do ishte shumë më të thjeshtë që më herët të qeveriste. Bushat? E kuptoj, pra dhe ju do ta keni shumë më herë, por ama jo mbas këtyre... Bushati? Që kupton ti Bushatani nga gjithë kjo? Se ka filluar të ketë kuptimet të tjera. S'kuptoj as një gjë se ne nuk jemi as afër rrëzimit Ramës, as afër qeverisë teknike, as afër zgjedhjeve të reja. Pra, pavarësisht se Rama është i dalë boje i korruptuar, Rama është kacavir mbas pushtetit dhe nuk kemi asnjë shenjë që Rama po shpërbëhet apo po rrëzohet. Kështu që të bëjmë këtë debat tani edhe mund ta bëjmë se debati teorik gjithmonë vlen, po Jo, bashkëpunimin e kësaj opozitës kemi ne, nuk kemi për bashkëpunimin e opozitës unë jam shumë më pranë Arlindit, është një idiotësi të mendosh që hajde se po bëhemi bashkë tani, njerëz që mendojnë për oligarkin ndryshe, për taksimin ndryshe, për tregun ndryshe, për mediat ndryshe, për gjithë shkare dhe rotull, si të themu, o zotë Ylli, e disa të fuqishëm bëhen e ju, ullu ti, Grida dhe Fevziu këtu dhe bëni një emision. Po jo mërë se jeni të ndryshëm, keni qasjet ndryshme ndaj shoqërisë, ndaj si zgjidhen problemet. Në momentet veçanta, jo të bashkohen. Si? Momentet veçanta, jo të bashkohen. Jo të bashkohen, jo. Dakord, më dakord. Për shumë se tha mentori vetëvendosjen. Unë me vetëvendosjen i kam përkrahur se i më kam përqyt djetë atyre. Po për shembull, ndoshta atyre i doli mirë, po unë kam qenë kundër dhe që të futeshin në koalicion me LDK-n. Ore, njeriu është në politik për të mbrojtur një vizion të tij mbi botën, mbi gjë dhe mbi atë nuk bëhet kompromis. Le të vi pushteti më vonë ose le mos vi pushteti kur. A dua unë të bie Edi Rama? Patjetër dua që të bie Edi Rama. Por nuk mund të bësh një thes vetëm që hajde të rrëzojmë Edi Ramën, se çdo pjelli kjo, çdo pillet nga ky thes më pas. Se nuk e paragjykova ato, vetëm i thash që edhe si shkencëtar i politikës dhe si politikan, si e prospekton ai të ardhmen e vetë politikë. Kur do arrim pushtet? Se i dhash një shembull të një... Askush nuk mund ta japi këtë përgjigje, as si studios i politikës, as si politikan. Se për ndryshe do ishte shkencë eksakte politika, nuk janë si fenomene natyrore që mund thuash datën. S'ka rëndësi kur vjen ti në pushtet, besoj unë. Ka rëndësi kur në pushtet vjen ai korpusi desh që ti mbron dhe që ti mendon se i bën mirë shoqërisë. E kuptoj, por unë me gjithë dashamirësinë edhe me atë, po themi, mirë kuptimin, edhe ndaj, po themi, idealizmit ti. Ky është dhe pragmatizëm. Jam duke i thënë në një farë kuptimi. Pragmatizëm ti besosh. Me gjithë mbështetjen tënde fuqishme morale, prapë se prapë, jam duke i thënë që ajo çfarë ai është duke mbrojtur prej shumë vitesh, ka shumë notat fuqishme utopike, sepse ky thotë, unë jam kundër oligarkëve. Do më thënë jam kundër kapital, jam kundër këtyre, jam kundër kapitalizëm, jam kundër opozitës. Pa oligarki. Pra, do t'i krijoj bizneset, do t'a krijoj kapitalizmin shqiptar, do t'i krijoj partitë e reja, do t'a krijoj
që duket pak utopike kjo. Pra që t'jemi vënd normal është utopike. Që t'jemi vënd normal. Bravo. Do jemi vënd normal është utopike, mendoni ju. Unë mendoj që është realiste. Dhe mendoj që është pragmatiste kjo rrugë, se jam dakord me Andin këtu. Do thënë, ky është kombinimi idealizmin qëllime me pragmatizmin mjete. Do thënë, ne jemi të vetëdijshëm që nëse kompromentohemi, humb Shqipëria shansin për çuar përpara këto ide. Që pse unë bëhem aleati Sali Berishës, ore mund të fitoj deputete, ministra e kështu, po do jetë si thot ajo, hija ime që jeton, jo unë. Unë do kem marrë fund moralisht si jeri. Dhe kjo vlen si për Edi Rama, si Sali Berishën, si gjithë Unë që ty bëj dakord për personazhe problematike politike. Ju mungon që të bëjnë dakord, se ti thua po të bëjnë zgjedhje parakoshme tani ai nuk do jetë shumicë. Unë kam besim që shumica e shoqërisë shqiptare do votojë. Këto si e dakord e kupton. Shiko, sa do të mundohesh të vjedhësh kur ka një mlleth kaq të madh. Dhe kur qeveria është në ditën e vet më të vështirë. Dhe ku njerëzit kanë filluar të mendojnë që Rama nuk është i pushtetshëm, pse? Se njeriu normal në rrugë mendon sot që spaku do i shkojnë zyrë Ramës. Pra Rama nuk është ai hija e cili tremb më, aq sa ka trembur më parë. Pra kur një kryeministër ka zëvendjen e vet që po ja shkuli nga thonjt, dhe ku njeriu normal mendon që ky mbas një muaji apo mbas 2 muaj do shkojë vetëm në spak, sot është më i dobët se kurdo herë. Dhe pikërisht sot që është më i dobët i bëhet goditja. Dhe si përkthehet ky reagim qytetar që sot që njerëzit do të dalin më pra. Me këtë logjik njerëzit duhet kishin mbushur sheshin. Me këtë logjikë që thua që ta lëmë Ramën pas qeverisë edhe 1 vjet edhe 2 vjet do thotë ja për shkoh. Po pra, me logjikën që ti po thua, do duhej që sheshi të ishte plot me njerëz. Po doja shumë që ditën që do thras Lëvizja Bashk protestën e ardhshme, ta jepnin mediat. Sikur ta jepnin mediat, se nuk na lajmëron asnjëri. Unë siguroj që ai shesh para parlamentit do mbushet plot. Fatkeqësi, sa herë që thrasim ne protestë. Shesh i vogël shumë ai. Po nuk është i vogël, jo, se shumë i vogël si shesh. Mos e ki problem. Po doja her pas here shkonte ai shesh nga që është i vogël. Se mbushet kollaj. Sikur media ta japin lajmin, unë siguroj që të them ti një sekond ti them një gjë se ikën nga këtu dhe ikën kontekst. Mungesës informacionit, çfarë do të them? Zoti Qori, unë personalisht për këtë kaq unë një mision bëj. Ju do t'ju kem në plan të parë për 2 arsye. Së pari sepse kështu mendoj, ju lapajnë, qejnë, dhe që të dalin forcat të reja, njerëz të rinj, që duan të jenë pjesë tjetër. E arsye parë se kështu mendoj unë. Që dhe bën emision dhe prapi fut të gjithë. është bërë kjo klisheja. Ore këta të rritë se... Ore ti mbaj veçevesh, po veçevesh je ti, ore. Të lapsi dhe sa njerëz që të lexojnë e të gjitha, unë kam këte, po forcat politike në gjithë botën gjithmonë kanë alternuar për të bërë një ndryshim të rëndësishëm. Po të bashkohet me syrin dhe me temën mund të kishim më shumë lexues. Po të nga beson të asnjëri të bashkë. Prandaj pra, janë gjërat pa krahasueshme. Duam të rim... Ky krahasim ti bën ti çalon shumë. Po nuk ka rëndësi, çalon shumë si... Dakor. Si krahasim. Po çalon më burr, se s'ka lidhje. Nuk ka lidhje kjo. Po se nuk do bashkojmë për të marrë pushtetin. Ne kemi një etikë këtë tjetër. Etika jonë është etika e këtij është etikë politikanit. Ky mban përgjegjësi, ky kërkon vota. Dhe vota do t'i kërkoj me gjitha mënyrat. Unë s'kërkoj vota. Unë kërkoj të më shikojnë. Absolutisht jo me gjitha mënyrat, ylli. Se ti gjitha mënyrat do kishin pranuar para me të gjitha mënyrat nuk thash me vrasje më burr. Thash me të gjitha mënyrat e likshme. Me të gjitha mënyrat që lejon. Lejohen, që pranojnë që lejon ligji, ti do t'i kërkosh dhe morali. Morali nuk e dim. Jo, morali nuk e dim se në gjithë botën sa duash. Ore në gjithë botën tani ka ardhur... Në gjithë botën pjesa tërmuse atyre që kanë ardhur, mos përmend emra, a i vete merë tjetërin atje, ta merë zvarë, do marë tjetërin, do të marë Groenland, do marë tjetërin nësë, kanë ndryshuar gjëra totalisht. Morale mi qënë më t'i këto. Po nuk është morale, po ç'put ka mund me ata do. Jo, mo keme çfarë ndodh me politikën. Gjithë politikë e botës është e zhytur në amoralitet, vetëm ti do jesh. Edhe aty ku është moralitet, ka njerëz që luftojnë në emër të moralitetit. Bëju prift më. Jo, më s'ka nevojë të bëj prift. Ja ke shembullin e Bernie Sandersit. Bëju prift edhe një rat. Që është politikan i përkor moralisht, i suksesshëm dhe që sot është figura kryesore e opozitës amerikane. Bernie Sandersi. Bernie Sandersi. Po Sandersi ka fituar opingat e sherrës. Po mirë, po një herë të fitoi Sandersi, ndryshon politika globale. Po kur do fitoj më? Po kur do fitoj Marni? Sandri se Sandri do shkon në vjetësh. Po fryma e Sandersit. Ai do të ketë qenë i ndershëm edhe kur ka qenë i ri, e kupton? Po. Edhe sot që ka patur 90 vjeç, vazhdon të mos marrë asgjë. Ky është jemi duket thënë. Jemi okay tani. E dyta që unë jam me ju, është akoma më rëndësishme. Sa partia sot. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë marrë vendim, nuk dalin në media përveç se vetëm tek dhe jo të përplasen dhe ndaj unë jam me ju. E shoh edhe këtë si një shpresë për të vazhduar programin, për të vazhduar sepse ata thonë këtu do vi për shembull vetëm Flamuri, flas. Ose tjetri, tek.
nuk del me Nazarkon, nuk del me Bushatin, nuk del me tjetër, atëre unë kam këta hapësirë vëlla. Dhe ja, Je di që unë jam i vetmi që s'kam bërë një numra për... jo, nuk bënd të jo. Po me këta arsye jam unë me ju. Kjo është arsye. Zonja Kalaja, Zonja nuk është... Ka ikur nga partia. Ika tha, e dëgjove ti? Ika tha pra, erdi këtu. Ika me nuk jam, po mos stres doktori, tash edhe të merr prap. Jo tha, përfundimisht nuk jam. Atëre Lapaj, e bëra të nxemjen dhe tani, dil dhe njerë, nuk e ka berë, thuaj ti Birë Rozhani, telefonit. Se vjen vërdarisht këti, edhe mund vinë tëre, po i vitnin kariket. Se dhe kariket nuk ka shumë. Shko, para se të dalë Lapaj, nëse duhet shtuar diçka, jo që... Unë që është një moment i përbashkët, me gjithë të diferencimin që është mes tyre partive të reja, është edhe kauza me cilën këta duan të vinë pushtet. Që është kauza e korrupsionit e kalbëzimit sistemi, që është e vërteta, po të shikohet që sistemi... Përpiqeni për Lapajn. Shkak qëndrimit gjatë pushtet është duke... Se në dha fjallën. Duke rënë copa. Mirë po, kjo kauzë me gjitha... Sepse do thonë është politikan që nuk ishte mbarë fjallën. aktive, Spaku ishte i fort, edhe në majtë të këtij viti. Dhe nuk arriti do të mobilizon të popullin shqiptar. Nuk është që duhet dekurajoj ty, po më duket një lloj përtatësie politike që të shpresosh, që ta mobilizosh popullin shqiptar thjesht dhe vetëm me dosit 16.000 faqe, me ato që nxjerr Spaku në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër për opinionin publik. Unë kam, dhe Lapaj tha diçka që mu duk shumë e logjikshme dhe e mënçur, çështjen e kohezionit social, ose të kauzës sociale, si pasojë, se kohezion është një gjë tjetër, kauzë një gjë tjetër. Sot pash protestuesit e Durrësit. Pra, jo pse ata protestonin për shtëpinë e tyre, por sepse ata protestonin duke u nisur nga dëmtimi i shtëpive të tyre, i pronave të tyre, ata po denonconin praktikisht gjithë atë sistemin ekonomik që ka shkatruar hidrovore, që ka shkatruar kanale kulluese etj. Pa leri kanale kalluese tani se doli se na ikën se është në të ftohtë dhe në të ftohtë njeriu mendon në mënyrë ndryshe nga ne. E qartë e drejtë. Tani, Lapaj. Dukem mirun, jam në rregull se... Ju do vazhdoni në këtë protestë, pambarimisht deri kur të keni një arsye thatë biologjike, domethënë larg qoftë. Tani, si e spjegoni faktin që edhe pse ka skandale të shumta, korrupsioni, reagimi qytetar është pothuajse inekzistent. Çfarë ndodh me... Tani është një pyetje, mendoj edhe këtë drejtën edhe të mos përgjigjesh, se ti je drejt për drejt i lidhur me njerëzit, kërkon votën e njerëzve. Një popull indiferent pak, si e kupton ti këtë? Pse jemi bërë kaq indiferent? Ja pse nuk vinë njerëz aty? Pak vinë, e kupton të? Dëgjove? Pyetja për mua? Pyetja është shumë e thjeshtë. Pse nuk vinë aty popullat? Duket kë popullata jonë është bërë shumë indiferente. Si puna juaj, zoti Rakipi, keni ardhur një ditë? Me që më thej për dherë dytë, nesër më ke aty. Do kaloj po ditën edhe inshallah temperatura është pak me lartë. Se dhe mosha tani nuk të lejnë. Ora, po ta dha përgjigjen para disa ditësh, Adriatikun, qofse ti ke shefa policie rrethesh, që shkojnë dhe friksojnë aktivistët në për familje, i kërcënojnë, ore nuk po del në Venezuela, e rëmbeu Amerika të Trumpi, dhe nuk doli njeri në rrugë të përmbysi regjimin, nuk ngrije njerëzit në diktatura, më mos i kërkojmë njerëzit të bëhen heroj me zorë. Dhe gjithë regjimi këtu përfshi, edhe regjimin demokratik që kemi ne të Partisë Demokratike, uodhë në favor Trumpit. Mirëberi thanë. Ngrihen. Një herë në 30 vjetë. Të rish mbrapa Spakut, pra të bësh politik mbrapa Spakut, dhe me doset e Spakut, është përtatësi politike. Ata protestuesit të Durrësit, ky ishte esenci, ose studentët që, ata që kanë bazament fort moral, ata mund të argëzojnë qeverisjen. Pra, në një gjë që tha Lapaj, dhe mund të elaboroj atë, pra, në qoftë se s'ka logo partije, por ka kohezion social, pra ka përbashkim mbi bazën e një po themi kauze që i lidhet me ekonominë, me mirëqenien, me dështimin ekonomik, po, kjo nuk po kuptohet, që kauza e Spakut
nuk bën fitus në... Po momentor, po në Vlorë ishin 5 ditë pa ujë dhe nuk mblodhën 30 veta. Ky është problem direkt. Jo, ajo është protestë. Sot në Durrës Ajo është protestë më janë 1000 shtëpi të mbyllura nga uji dhe nuk dolën 1000 veta. Ajo rrezikoi qeverinë. Ka lidhje kjo me qeverinë. U detyrua me shkuar me marrë me shpejtësi atë... Po më. Pra, ju nuk shikoni... Jo duhet. Ajo duhet. Do me thënë, Zoti Lapa, ju nuk gjeni të organizimi juaj, të çështja juaj, të gjithçka ju keni ndërtuar, nuk gjeni, do me thënë, mangësi për faktin që grumbullohen shumë njerëz. Të indiferencë e njerëzve. Ku i gjeni? Apo Sali Berisha është një pengesë për organizimin e opozitës? Zoti Rakipi, shiko, që unë do doja që të kishë shumë njerëz, kjo nuk ka diskutim. Por, që protesta që po bëjmë, po e bezdis, po e shqetson dhe e ka vënë në situatë shumë të vështire Tiranën, kjo vërtetohet pasi. Stohi mbi 300 politë, pasi ikën njerëzit ditën e diel, mbi 300 politë stohi, për të heqë çadrën e 30 njerëzve, dhe procedoi penalisht 13 qytetarë, nga të cilët arrestoi Ergyth Tuanaj, doktor shkencash, avokat, ushtarak 18 vite, Alfred Matoshin, avokat, Eliger Timën, ekspert sigurie, të lutem, Edison Haklën, avokat, a i arrestoi 4 njerëz në mënyrë të paligjshme, si shta gjykata, ishin arrestimet paligjshme, se të është panik zotri, sepse e bezdis si thuash vërtetën poshtë thyrës. Imagjinoni sikur këtu të bëhemi 10 mira njerëz, çfarë ndodh. Dhe kjo është çështja. Dhe unë ndaj këtu, sepse dua që t'ja bërtas të vërtetën, që orë të ditësh poshtë thyrës të ti, mu këtu. Duke të thënë që është kreu i një bande që po e vjedh Shqipërinë dhe që po vret dhe ka vrash shpresën dhe që ka larguar mbi 600-700 njerëz. Po nuk e qau fare ai për 2 vjetë resh, për shumë. Po të vazhdojsh shumë. Qa do t'i bësh? Jo, ne bëjmë detyrën tonë, dhe rrim këtu, ose njerëzit masivisht të jenë e të arëzojnë, ose sa të nëmbaj fuqia biologike, sa kemi mundësi fizikisht. Unë ende, jam në kushte jo të këqia shëndetësore, a mirë. Ku që të shojmë sa do rezistojmë, unë këta të tjerët, se ne jemi shumë të, jemi ne. Në këtë kuptim, mendoj që jemi duke i bërë presionin e dur, mu poshtë zyrës të vetë. E ke parasysh atë guriçkën e vogël kur të hynë në këput? E vogël është ajo, po ta vret këmën aq sa po hyri infeksioni, edhe unë vetë atë këmën fare. Po pyetjen që të bëra që është Sali Berisha pengesë për bashkimin e opozitës? Sigurisht që unë mendoj që zoti Berisha do duhet që ajo është punë e tyre e brendshme, po do duhet që t'jap mundësi një brezit të ri në atë parti që ta udhëheq drejt shesheve dhe kjo do të pronte mundësinë pastaj për një kohezion edhe më të madh social, sepse për gjithë bëjmë e lehtë gjëja përballë Edi Ramës. Po kjo është një gjë që u takon atyre, unë nuk ndërhyj dot te shtëpia e tyre politike. Demokratike sigurisht, por gjithsesi secili, sidomos njerëzit e politikës, duhet të japin mendim për këtë gjë, sidomos kur është fjala e propozitën. Aq më tepër edhe ne duke qenë një popull mjaft konservator në pikpamjen politike. Kemi një gjë, dua të theksoj edhe një gjë të fundit se ndoshta mbaroj koha. Po. Dua të theksoj edhe një gjë të fundit, zoti Rakipi, edhe një gjë të fundit. Ne jemi pjesëtar të së njëjtës republik. Ne jemi kundërshtar politik me një pjesë të atyre që janë angazhuar në politik, por duhet kemi parasysh që nevoja e qytetarëve është për përditshmërinë e tyre. Pra, ëndrat, egot personale të njërit apo të tjetrit në drejtimin politik nuk mund të kthehen në kosto për jetën e përditshme të njerëzve, të cilët mezi paguajnë shpenzimet, përmbyten, digjen, emigrojnë, nuk kanë ujë dhe shtëpia. Dhe për këtë arsye, secili duhet i thrasë mendjes dhe nuk duhet ta shojë veten si qendra e botës. Dhe unë si Adriatik këtu në shesh, por rezistoj në këtë sot për të dhënë mesazhin te çdo qytetar që ka nevojë për rezistencë dhe i bën thirrje çdo drejtuesi politik. Ta lërë Egon të spres këtu bashkë me vetët dhe bashkë në këtë shtesh ku secili ruan individualitetin e vet,
ta rrethojnë pushtetin duke imponuar djatë Dorëqe. Ta përcjellim, ka në një pyetje? Kemi Nazar Kokave. Jo, vetëm është, po themi, lajtmotivi gjithë ndërhyrjet mia këtu, që qëndrimi edhe kauza e antikorupcionit që ju ka motivuar dhe juve, pra, si tush, kjo sakrificë që ju po bëni, edhe që u vunë evidencë kur Spaku ishte kaq, po themi, kaq agresiv me thirrjen e zonjës Balluku, ka në themel, pra, betejën antikorupcion. Në ndërkohë... Absolutisht po. Po në ndërkohë, kur betejë antikorupcion, ose kauza antikorupcion, u provuan zgjedhje, dhe kjo qeveri mori më shumë vota, kur e vërteta është sipas meje që kritika antisistem, kritika kundër modelit zhvillimor ekonomik, që bën që hidrovorët e Durrësit mos punojnë, që ujësjellës që vlorat ngelet pa ujë, apo që mos kemi bujqësi të zhvilluar, mendoj që kjo do të ishte më afër njerëzve, do të ishte më e ndeshme, do ishte më efektive, do ishte emërusi i përbashkët e gjithë partive pavarësisht logove. Kështu që kjo është ajo që më shqetëson mua. Do të thënë, unë pash protestën e Durrësit që ishte autentike, nuk e thirrje as Arlindi, as ti, por e vën në rrezik serioz qeverisjen. Analiza që ju bëni është e saktë, zoti Nazarko, dhe unë mendoj si ju për kushtet normale, optimale të një demokracie që funksionon, të një vendi normal. Po Shqipëria nuk është një vend normal. Sepse nëse ju mendoni që Edi Rama 83 mandatet në zgjedhje i ka marrë për shkak të retorikës së tij politike dhe performancës në qeveri, unë nuk dakord. Nuk të thash atë. Unë kam që në terren dhe them me përgjegjësi të plot, që Edi Rama 83 mandatet i ka marrë sepse përdori çdo instrument të pushtetit vet përmes paljes gjobave, bonuseve që jepte, legalizimeve, leje të ndërtimit, miliona metra katror, krimit që lejohej nga Ministria e Brendshme të priste nëpër territor, dhe avantazheve që ka pas në aspektin mediatik. Ta provoj Edi Rama në kushtet e një gare ku ai ishte i barabartë me të tjerët, dhe pastaj nëse ai merr 83 mandate, unë do i them bravo të qoftë zotri, popull të do, jepi drejtim. Por ai nuk është një rezultat i vërtet, është e pamundur në kushtet që është Shqipëria, që të shkohet në zgjedhjet parakohshme në 5-6 bashki, ndajmë kundër zgjedhjeve të parakohshme unë. Dhe ai të shkojë dhe të marrë 53% në Tepelen, 75% në Sërrik, 87% në Berat, 75% në Burrel. Tani ne nuk jetojmë në Koren e Veriut dhe nuk jetojmë as në Eldorado, që këtu që ka një mrekullie jashtëzakonshme që 80% e tepelensëve u çmendën dhe të votojnë një parti. Në Tepelen ka ngel vetëm mosh e madhe se fëmijët kanë ikë se nuk e çfarë bën. Atë si e voto kanë këtë njeri? Të jam duke të thënë pra, shko bëhe protestën Tepelen, sepse qëndrimi mbrapa Spakut është tembelizëm politik. Do me thënë, u testua, nuk ju rriti elektoralisht as Sali Berishën, as juve partit e reja. E kupton, ky është thelbi asaj që jam duke Dhe thënë. atë do ta bëjmë, dhe atë. Zoti Qori, para se të ndajemi me lapajnë. Po, arsyet pse Edi Rama ka fituar deri më sot, dhe unë ngulkëm që nuk fiton dot në rast se bëhen zgjedhjet parakohshme, sigurisht ka të bëjë me presion, me blerjen e votës, me oligarkin, por njëkohësisht ka të bëjë me diskreditimin e shumicës alternativave që janë përballë tij. Sepse një të diskredituar në pushtet dhe një të diskredituar në opozit, ai që ka pushtetin ka një avantazh. Dhe ata që nuk e kuptojnë diskreditimin edhe personal, edhe të Sali Berishës, pastaj janë gati të thurin çfarë do lloj gjë me këtu të madhe për të mos parë të vërtetën në sy. Njerëzit nuk mund ndjekin nga pas figurat të diskredituara. Figura që ose kanë vjedhur ose janë tallur me popullin shqiptar. Dhe, po ju them edhe një herë, uroj shumë që në protestën e ardhshme të Lëvizjes Bashk para Kuvendit të Shqipërisë të kemi qoftë edhe 5% të mbulimit mediatik për të parë se si reagon shoqëria shqiptare ndaj një partie që është e kundërta e diskreditimit, është e kundërta e karagjozllëkut, është e kundërta e korrupsionit. Politika bëhet me parime, politika bëhet me ndershmëri, politika bëhet me guxim, politika bëhet duke u shkelur në kallot të gjithë të korruptuarve, korruptuesve, të gjithë matrapazëve që e kanë lënë shoqërinë shqiptare deri në këtë pikë. Dhe dua të vazhdoj pak atë që po thoshte zoti Nazarko pak më herët, sepse kam përshtypjen që nga që nuk na sheh në media,
nuk je informuar për mesazhin politik lëvizjes bashkë dhe për aksionin politik lëvizjes bashkë. Unë do të thoja shumë protestë në ardhshme ta ndiqet paktën nga rrjetet sociale, se me gjas nuk do na japin televizionet, po duash dhe hajde në protestë dhe të shohësh idetë që hidhen aty, se si lidhet lufta ndaj korrupsionit me luftën kundër oligarkisë, se si flitet dhe për sistemin ekonomik, se si flitet për faktin se ky keq zhvillim i turizmit, kjo punë bie fjala 3 mujore në të zezë prodhon dhe katastrofën e pensioneve, se sikur njerëzit punoni siç duhet në bujqësi dhe industri, do të paguajnë më shumë për sigurime shoqërore se sa po të punojnë me kohë pjesme në turizëm dhe vetë nesër do të dalin pa pension dhe sot nuk arrin do të kontribuojnë për pensionet. Mirë po, që këto ide të vinë tek ju dhe tek qytetarët, do duhet që media e oligarkëve, media e njerëzve që janë bashkëpunëtorët kryesor të Ramës në këtë gjëm të madhe, të bënte minimalisht detyrën e vetë, të transmetonte të gjithë shka që ndodhë dhe idet politike që përcjellin dhe pastaj do ishin qytetarët shqiptar ata që do vendosnin kuj do t'i bashkoheshin, si do të bashkoheshin dhe cila do t'ishte rruga për transformimin e vendit. Shikot, mora shembullin e vetë vendosjes, po ti ke shembullin e lëvizjes Pesyjet, e cila refuzoi mediat e sistemit dhe vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale afirmoi veten në 15 vjet, në fakt u bë partia numër 1 e Italisë, kështu që mos i paragjyko këtë njërim që bëhet nga mediat e ishte rrjetet të tjera, mos harro diçka. Beppe Grilloja ishte komedian dhe para se të mblidhte njerëz politikë, mblidhte vjetra mira njerëz si komedian. Po ndodhte në Itali ngjarja, në Evropë, jo këtu te ne. Ljapaj. Nuk ndodh kjo. Ljapaj. Ka vetëm një shprehje dhe një motiv që e bën media në Shqipërinë të çojë, siç tha presidenti i Shtetet Bashkuara. Fight, fight, fight. Bravo! Luft kundër atyre që e vjedhin popullin. Në shesh, jo me protesta turistike, po me përballje konstante. Me kushuri, me 10 kushuri, proteston. Po, dakor, ke drejt. S'keni për të marrë vesh, kuptoj unë. Në ndan morali. Ju përshëndet, natë e miri. Faleminderit. Zoti Pushtati, sot tjetër aty zotin Nazarko, zotin Kela, edhe zotin Qori, sigurisht, mirë pafshim. Edhe zotin Qori, se s'ka kuptim. Pa tjetër mërë, unë s'kam që me zotin Qori, a i kam e vetëm. Faleminderit shumë që ndruat në këto të ftohtë, do me thëmë për të ndihmuar. Mund të vinë dhe pak të në të ngrotë, se edhe ignit pak nga i ftohti. Tani, zoti Bushati, e kemi thënë vazhdimisht e të gjitha, por tani me të shojmë e të gjojmë, kur këta nuk bashkon me njëri tjetrin, se tani të bëjmë llogaritë thjeshtare, se vot zgjedhjet fitoria, ose humbja, është vot. është një gjë e numërueshme. Një numër. Atje ku numërohet. Tani ta zëm se numërohet. Jo, po nuk e zëm dot se nuk... Për mirë, si nuk ka vot lirë. Do me thënë, me kam fjallën të pyetja, Sali Berisha ka 500.000 votarë. Ti mendon që Edi Rama po t'i kishte ndorë nuk ja merte edhe ato, 200 të tjera, dhe e linde vetëm me 300. Pra, ka 500.000 vota. Çështja është që... Do me thënë, qa pyetje po më bëndi mua? Që kanë vjedhur thesarin e një banke 3 ajdut dhe i kanë ngel 100.000 lekë dhe thua, por e mos, nuk janë ajdut tamam këta, se nuk e morën dhe këtë 100. Duhet të nëzirë... Ka i vodhe, a i sa i duen 30-33 mandat. Më shumë i intereson opozitës së Berishës kjo idea, Qorit nuk i intereson për shumë. Jo si intereson, po kërkon të mos e shohë këtë moment. Kë është regjim dhe votat nuk numërohen, dhe vetëm vidhen. Mos ndoshta vetë opozita është pengesë. Në rastin konkret, këta nuk mund të punojnë me një tjetrin, po sidomos me Sali Berishën. Ato i pyetje që i bëra Lapajt, u përgjigj në fakt, e kam dhe njerë për ty, ne shpesh e kemi bërë këtu, edhe për kolegët e tjerë. Mos është një pengesë e rëndësishme Berisha dhe mund të ishin pak më ndryshe gjërat. Po pa dyshim është pengesë Berisha për një njeri që është në politik me bindjet që ka Arlindi dhe Lëvizja Bashkë. Pra, në qoftë se këta shojnë si të keqen më të madhe, ose nga më të ndajet e këti vëndi, oligarkin, në qoftë se flasim për kastratin, për manen, për ulajn e gecaj e kujde unë që janë këta, atëhere këta janë
njësoj prodhimet Sali Berishës. Tani si mundet të bashkosh dhe këtë koncept kundër këtyre dhe Sali Berishën koalicion. Prandaj them unë që ka ca gjëret pa mund. Nuk shkon thotë. Tani kush është një gjë? Një gjë është që a mundesh ti se ne kur flasim nuk jemi një koalicion që mund bëhet në Francë, në Gjermani apo në Itali. Këtu çështja morale, po edhe reale shtrohet. Si duhet sillen njerëzit përballë një autokracie apo përballë një diktatori. Pra, a duhen të i kaluar ca koncepte ideologjike përballë një diktature? Unë këtu e kam pak të ndarë dhe duke vrarë mendjen është kjo, ti mund t'jesh kundra regjimit, mund t'jesh kundër një diktature. Pra, ti e pranon që këtu nuk ka zgjedhje të lira, që këtu nuk ka media të lira, që këtu populli nuk është as i lirë të votoj, por dhe e denonson në çdo vend ku ke mundësi këtë gjë, por pa e bërë kauzë të përbashkët këtë gjë me partitë tjera me cilat ty s'të lidh asnjë gjë. Pra ti mund t'jesh opozitar dhe pa qenë pjesë e një koalicioni të PD-s, mendoj unë. Shko se Fushati me gjithse e kam mbështetur Arlindin, nuk do të pranoj, nuk është që e kam ideore atë divergjencët. A është njëri që ka një ekip që është në komisionet zgjedhore dhe e kontrollon dhe verifikon si vidhet. Ti lejosh vetes duke parë zhvillimet elektorale nga shtëpia, qoftë edhe me ekip gazetar, e të thush shiko se vidhet dhe ai vullneti elektoral manipulohet. Në atë masa ndryshon kajnë. Jo vota në kuti, ha? S'ka proces të lirë. A ish duke thënë ty, a ish njëri që është brenda i ka duart e zjarri. Me këtë du të them, shiko, a i të dash shëmbullin e vetë, a i beson, dhe unë ashtu besoj si a i. Ndoshta kam qenë i paqartë unë. Jo, ti e ke konstante këtë, nuk është problem. E diku themu që Shqipëria s'ka zgjedhje. S'ka shëkotu atë s'ka zgjedhje, se është diku themu që Shqipëria s'ka. Dhe a i të dash shëmbullin teorik, edhe Venezuelën, edhe Kilin, s'po themi për Shqipërinë e 2021-shit. Pra, çfarë Venezuela? Jo, a i të dash, dhe në Venezuela jemi. Jo, dhe në Venezuelë, në pikpamje të vota, fitoi opozita dhe është manipuluar. Ku fitoi opozita? Nuk tregoj dot asnjë formular Maduro. Rezultati zyrtar 50.5 me 49.5. Pra, rezultatet do të themi që e vetmja vërejtje për Venezuelën është që në momentin kur Maduro pa që zgjedhjet po i humte, nuk zori letrat. Ish bëri juridikisht. Ish bëri me një truk juridik. Pra, me këtë du të them që edhe nëse rishikon ti këtë bindjen që ke që nuk fitohet me vota, se nëse s'fitohet me vota, me çfarë fitohet? Me revolucion? Do tani njerëz me revolucion. Po padyshim. Atë ndërhyj pak. Po jo, vetëm një gjë pa të marrë fjalën. Poli si teoricieni revolucionit. Kur në qofë se u keq kuptova unë me mentorin, nuk them se shqyet vota në kuti. Pra për mua nuk ka zgjedhje që nga jo që thot Arlindi, që unë kur bëj një miting, nuk kam asnjë kamerë. Ndërko që çdo pordh që lëshon Belinda Balluku, Edi Rama, 300 nga këta ministrat që s'ja njohim me emrat, bëhet lajm i madh kombëtar. Që këtu zgjedhjet lira nuk ka, këtu mbaron. Nuk është lidhje konsekuenciale kështu që me që mediat nuk transmetojnë çdo gjë të ministra do fiton zgjedhjet. Po mediat, po blerja e votës, po blerja e drejtësisë, po ka. Ai është duke thënë edhe një herë, ai është duke thënë domethënë nëse kjo gjë e çalon te media. Jo te media është një nga. Tashi, Arlindi është këtu. Ai lapa nga mëngjesi darkë del në çdo ekran. Domethënë, jo, protestat që bëjnë ata të copëzuara shfaqen. Domethënë, ky egzotizmi i protestave dhe i daljes TV ndryshon komplet me atë çfarë bëjnë mediat në raport me qeverinë. Ti thua Arlindi vjen këtu, po unë para një 2 javësh e dëgjova Arlindin që thoshte jam zhduk nga televizionet që kur ka dalë kjo çështja Balluku. Pra, edhe në përzgjedhjen e opozitarëve prap ka seleksionim.
Qa do të thaj? Më falë, në qoftë se dalin për çështjen Balluku, do më thënë janë kundër qeverisë, tani të lutem ruaje koherencën logjike. Pikërisht për këtë arsye. Në qoftë se ai s'ka çfarë të thotë më shumë për çështjen Balluku, atëherë pse duhet dalë për çështjen? Po se Balluku lidhet edhe me oligarkët. Po i sjell ndonjë kontribut ai ndriçimit të opinionit publik. Sqarohet shumë fenomeni. Vetëm do të vazhdoj logjikën tuaj. Tani është e vërtet, po marr dy faktorë që tetërësojnë votën para kutisë, që është blerja e votës, është edhe kërcënimi i punonjësve të administratës dhe pastaj lutja e tyre ndaj kushurive që të votojnë për partinë pushtet. Tani dyja këto janë faktorë objektiv. Mi pun prapë shtroj pyetje. Jo vetëm këto dy, ka një 10. Dakor, po marr këto dy. Pra blerja votës dhe kërcënimi i administratës, administrata pastaj ja kërkon nder kushuririt, aman voto për partinë pushtet se ndryshe do me heqin nga puna. Prap unë e shoh më gjerë, sepse them, ky që e shet. Pse e shet? Vetëm se ka nevojë për 50.000 lekë apo sepse ende nuk ka shpresë mjaftueshme. Po ky që dëgjon kushuririn, më të votoj për PS-n. Pse si thot aty kushuririt? Mos më çaj kokën, sepse na morëm qafë. Sepse ky, po e them edhe një herë, ke nevojë për përgjigje alternative, patjetër. Sepse edhe ky nuk ka ende shpresë aq sa duhet. Prandaj unë si përfaqësues i një partie opozitare, të vërtet, unë e shoh problemin dhe tek vetja, më them, çfarë duhet bëjmë ne më shumë që të japim më shumë shpresë. Apo ja rriti. Unë besoj se po, dita ditës më shumë. Ai sondazh që është bërë te News 24, që na dha 3 fish më shumë vota se para 2 vitive gjysmë zgjedhjet lokale, është treguesi kësaj shprese. Prandaj unë e shoh edhe tek vetja me autokritikë dhe them, si bëjmë ne që këto ide tona qytetarët i njohin më shumë. Dhe sigurisht, nëse figurat që dalin gjithë ditën në televizor janë të diskredituara, po e them dhe herë, nga Sali Berisha tek Mini Berisha më i vogël aty janë të diskredituara, mos prisni që qytetarët të bashkohen, mos prisni që qytetarët të zgjedhin shpresën përpara frikës apo këtij komoditeti të vogël. Prandaj u theksoj që nana duhet një alternativë fort morale, që thotë jemi e kundërta e plot e këtij pislëku 30 ca vjeçar që na ka mbytur, që sot ka sigurisht për faktor kryesor Edi Rama, por nuk është vetëm Edi Rama. Ky shtegu që mendoj unë është edhe idealist, po është edhe pragmatist, është praktik, sepse është e vetmja mënyrë që ne të shpëtojmë. Ka dhe një gjë tjetër që ju nuk e dëgjojnë fakt, nga asnjë nga ju, as nga këto partitë e vogla dhe as nga Berisha, që lidhet me kohën dhe me hapësirën ku jemi. Shqipëria, për shkak të asaj që po ndodh në Ukrainë, është identifikuar nga Bashkimi Evropian bashkë me Malinezi si 2 vende të cilat mund të ftohen në Bashkimin Evropian. Apo jo? Mund të ftohen me precedencë, ta parakalojnë dhe Serbinë. Dhe kjo është një dinamike e cila indikon atë që bëni ju. Pra, ju flisni e thua sikur zhvillimet që ju mund të provokoni, janë në një laborator të vogël dhe s'ndikohen nga ato nga jashtë. Me sa duket, juve keni një problem besueshmërie apo shpresës që quheni ju, me gjithë kësaj rritjes 3 fish, edhe për kundrejt faktorit ndërkombëtar. Nëse faktori ndërkombëtar do donte Ramën përpara lëvizjes jam duke thënë kështu. Jam duke thënë kështu. Faktori ndërkombëtar, nëse sheh që mundet, që gjen, identifikon tek alternativat politike të vogla, të mesme, gjen një figurë i cili mund ta zvendësojë atë dhe procesi i zvendësimit të atij është jo traumatik, apo jo është me votë, është edhe mund të bëhet edhe ai bashkëpunëtori i taksisë është i ndryshëm. Fillim është shoqëria, ajo që t'jep krah, dhe në fund fare faktorët e tjerë e pranojnë ajo mund të edhe marksiste, fronti brendshëm me front. A mban mend që dilnin me Yuri Kimin, të gjithë kanë dalë fotografi përveç me Yuri Kimin, ç'a ndodhi me ato fotografi? Pra, kështu versione që del fotografi me ambasadorët, edhe ke sukses politik, nuk vlen Shqipëri. Duhet të mbështesin nga shoqëria. Sigurisht. Ti është mjaftueshëm i fortë shoqëri, pastaj dhe faktori ndërkombëtar akomodohet me këtë gjë. Të dhash shembuj suksesesh të lëvizjes që e ka nisur kështu si ti, antisistemike, puritaniste, antikolonialiste, bile ishte puritanizëm do thotë tani mos pisha si got rakio. Jo, e ka si ti, cila bën puritan. Si ti që kritikon edhe lapa. Jo, e ka thënë puritaniste politike, e kupton, planin politik. Ishte një term kështu, se nuk jam duke u barabitur me ty në planin e teorisë politike, por jam duke thënë që kishte qase pra distancës që gjenika nga çdo parti, nga çdo dhe nga miqtë ndërkombëtarë nga gjithë tjerë, dhe ju deshën ja 15 vjet nga 20 vjet. Ky është, ti thua unë do krijosh shpresë, ndërkohë çfarë do të presën ja 20 vjet që ti të vish. Vetëvendosja është të ngacmon mendimin. Sigurisht dash edhe shembullin edhe pesyjeve. Mos harro diçka. Këtë do më thuaj ku ti ngjanti ndërkombëtarisht. Nuk përsëritet. Ku ti ngjanti ndërkombëtarisht. Historia nuk përsëritet, maksimumi rimon, bën rim, por nuk përsëritet. Mark Twain duke ka thënë. Fushat pra,
Fakti që ne sigurisht frymëzohemi nga ajo që ka ndodhur më herët në Kosovë, nuk do të thotë që duhet me mos 15 vjet në të gjitha rastet. Gjërat mund të përshpejtohen mjaft edhe për shkak të kësaj krize kaq të thellë legitimitetit që ka qeveria sot. Ore të gjithë njerëzit ata që kanë votuar Ramën, sot e dinë që është i korruptuar. Unë kam bërë një analogji para ca ditësh. Me ujërat e zeza. Të gjithë ne e dimë që ujërat e zeza rrjedhin në tokë. Por kur dalin sipërfaqe, nuk i shmangim dot, nuk i kthejmë dot kokën nga ana tjetër. Dhe sot ujërat e zeza kanë dalë sipërfaqe. Fakti që Edi Rama e mbron në mënyrë fanatike Belinda Ballukun, do të thotë po lufton për kokën e vet. Po nëse ti nuk propozon diçka që ujërat e zeza të sistemohen mirë, gjithë ditën po e propozojmë me ide, me program, po nuk i shkojmë mirë mbrapa, po ta them mirë. Lëvizja Bashkë vetëm një parti që pavarësisht se e mbështet punën e Spaku çfarë ka bërë tani, ka dhe rezerva. Sepse unë them, pse s'ka akoma akuzë për oligarkët? Sa ta vjedhin bashkë, po Belinda Balluku vjedh me oligark. Njëri është korruptuesi, tjetri është e korruptuara. Pse nuk ka akuzë për Edi Ramën? Pra jemi vetëm një parti nga të gjitha partitë e reja që e kemi dhe këtë. Pra po bën disa punë shumë mirë, po duhet bëjmë shumë. Dhe e themi këtë gjë. Pyetja e kam dy pyetje të fundit, po i mbledh në një, se janë bashkë. Opozita, zoti Bushati ju entuziazmuar shumë nga kapja e Maduros të Venezuelës dhe qarkulloi ideja që dhe Rama do të merret direkt dhe shkohet tani dhe do merret nga forcat Delta do shkoj Delta në Surel dhe aty do të rëmbej Ramën dhe do niset direkt me aviona, me rrugë toksore, nuk e dim çfarë ju tregon kjo për mendsinë që ekziston mes eksponentëve të Partisë Demokratike. Dhe pyetja do të them për të ardhur në konkluzion të kësaj, a rrezikohet Rama nga hetimet e Spakut? Dhe a mund të rrezohet Rama nga Spak? Janë bashkë këto në një. Tani kjo është shumë e Janë të ndarë nga njëri tjetër. Atëherë ndaj Janë të ndarë tema shumë nda, ndërkohë që unë doja t'i ktheja edhe Arlindit. Kthej përgjigjen Arlindit. Shkurtër se edhe ajo është një gjë teorike që ja vlen ta vrasësh mendjen. Pra, Arlindi hodhi një ide që qëndron. Pra, shumë njerëz nuk rezistojnë për mbrojtjen e votës, se për këtë do ta mbroj votën që të sjellin pushtet Ilir Metën dhe Sali Berishën. Pra, mungesa e një morali në opozit e bredhe atë rezistencën për mbrojtjen e votës. Them që është e vërtetë. Por, kjo është e vërtet. Por, pse na ndodh kjo në mënyrë më të theksuar se më parë? Sepse ne kemi pas përpara një demokraci korruptive, oligarkike korruptive. Tani jemi kthyer në një diktaturë korruptive dhe oligarkike. Pse them këtë? Sepse, po ta shtrosh pyetjen. O vlla, pse nuk e shitën votën shqiptarët në 2005 për të sjellë Saliun e 97-s në pushtet? Pse nuk e shitën votën shqiptarët në 2013-ën, kur e dinin që të shifti Rama Meta ishin korrupsion deri në fyt. Pra, kur ka demokraci, shpeshe rotacioni ndodh edhe kur alternativa nuk është e begatshme moralisht. Prandaj problemi i shoqërisë shqiptare nuk është se kemi thjesht një opozit të korruptuar ose të pamoralshme, por se kemi mbi të gjitha një prishje të rregullave të lojës dhe shkallëmim demokracisë. Prandaj, midis dy të këqijave, vendosjes në regjimi diktatorial dhe një opozitet pamoralshme, unë e vë theksin ke kjo e para. Është shumë e rrezikshme kjo për Shqipërinë, se kjo ka mbyll rotacionin. Tani, o do vazhdoj, o ti kthehemi pyetje zyllit. To terma demokraci korruptive, diktaturë. Në 2005 ndoshta ka pas më pak para për të vjedh vot, për të bler vota. Ka pas më pak para për të bler vota 2005, s'ka ka pas më pak. Edhe njerëzit donin më pak. Edhe njerëzit donin më pak. Pak oligarki. Ishte vota 550 euro. Ka pas më shumë pluralitet mediatik, po ndoshta edhe këto figura politike në sytë e njerëzve nuk kanë qenë kaq diskredituara sa sot. Do në kuptimin të rësor. Saliu i 97-ës është një ëngjëll me Saliu sot është një ëngjëll. Në 2005-ën ja blen atë me duart pastra. Sos ja blen asnjëri me duart pastra. Më kupton? Si kujtuan se Rama i 2013-ës në çift me Metën i bërin djeri doktor Flori dhe Kënd. E kupton? Po prapë Rama sot është shumë më keq se sa 2013. Po kishte demokraci pra, kishte demokraci. Pra, në një vend të korruptuara janë dhe shumë partitë e opozitet e Evropës, po vinë në pushtet me gjithë se s'kanë idealet ndaj moral. Po,
ta tregoj vetëm një histori të shkurtër. Një miku im çonte tjatin në spital privat. Do bënte një operacion të vështirë që nuk ja merrnin pjesë përsipër në spitalin publik. Nuk ja merrnin përsipër se duhej shumë lek, kishte radhë, vajtje çoi tjatin pensionist në një spital privat. Duke harxuar paratë e veta, ai ziu nga emigracioni e kështu me radhë, se babai pensionist me 100.000 lekë pension, do vdiste ndryshe. Edhe ma tregonte si histori, ndërkohë i shkonin me makinë në spital. Thoshte babai shifte nga dritari dhe thoshte Sali Berisha ka shkatruar Shqipërinë. Më kupton? Pra, ka njerëz edhe nuk janë pak që ende mendojnë kështu dhe detyra një partie politike është ju thot kësaj pjesës së shoqërisë që nuk e shet votën, po që voton për nostalgji, voton për inat si me vjerre, prit se ka alternativë, nuk është thjesht Sali Berisha. Dhe ky është realitet, po nuk e kupton. Besoj se cili në jetën tonë të përditshme ndajemi ke i një fenomene të tilla. Fakti. Po Arlind, po vazhdoj gjatë kjo. Detyra një partie është që zgjedhjet nuk shtrëmbrohen se janë opozita dopta. Qoftë lëvizja zgjedhjet shtrëmbrohen se këtu është vendosur një regjim që i ka larë duar të zgjedhjet. Këti ikim këti momenti, Arlind, po edhe kjo është shumë e bukur, kjo e do matura. si të shkretire të tartarve, të Dino Buxhatit, që pritën armikun ata të rjetën. Armikun i përballë, gjithmonë prisin armikun, të shkretire të tartarve, më armiku s'po vinte. Filluan të sëmureshin, dikush diste nga të përullozi, dikush nga i sëmundet tjetër e gjithë, u ralluan shumë, disa nuk shikonin. Dhe kur armiku erdi, ata s'ishin. Pra, po vazhdoj gjatë, nuk ka kuptim. Kthehesh pastaj, ti nuk kthehesh se ti ikën ora. Po të ikë jo. Jo, shikon punët e tua si pedagog, jo ikën. Po ti nuk kthehesh. Pedagog jam, do merrem tjetër me këtë. Të tjerët pastaj kthehen si te Fatmiri, me diu te këta Nardnoka. Që hynte dilte deri dje, që hynte dilte Nardnoka gjithta aty dhe uje votat Saliu që i bën deputet 4-5 nga ata partitë që do i mbledh nesër. Nesër janë aty ata, të gjithë në rresht, të gjithë ju s'do vini. Po vazhdoj gjatë kjo punë, kështu vazhdon pastaj përjetësisht ore. Ishte dhe Arlindi, do të mine, ishte i mire i Zoti, djali i Zoti, po, aqe patë se kështu shkoj kjo punë. Po vazhdoj gjatë. Duhen gjetur mënyrat, e pra duhet gjetur mënyrat. Po më prapë mendoj që më mirë dështosh me nder se fitosh pa nder. Duhet gjetur mënyra i dashur. Këtë e kam si parim. Me nder, se ti nuk të edhe po të bashkohesh për të marrë vota dhe për të ndrur këtë, nuk është se bashkohesh me Sali Berisha. Po pastaj do bashkohesh, do vjedhin bashkë se na duhen më shumë. Tani pyetja e fundit që bëra unë ishte kjo. Nga kapja e Maduros unë të zgjasmë shumë, të ndaj në dy copsa unë këtë. Qarkulloi ideja që edhe Rama tani merret. Do të vinë ata forcat delta të kësaj bende mos kanë zbritur ata. Edhe këto orë që kemi qenë këtu brenda ne, që të leqi Rama s'është në Shqipëri. Mos vinë marrin në Francë thua. Po jo, nesër që në 8 gjysmë mëngjesit në deri. Mund të vinë ta marrin këtu po. Atëherë, ç'është kjo për mendsinë e sidomos të eksponentëve të PD-s, fushatë si e mendon të këtij gjë, nga dy fjalë të gjithë, dhe pastaj ja rrezikojnë. Fakt në rrjete e shpërndan shumë, po e para kjo tregon dëshpërim, që vetmja shpresë është të çmendet Trumpi siç u çmend në Venezuelë, edhe për Shqipërinë, të haroj Groenlandën dhe të kthej syt nga ne. Pastaj bie që Trumpi të çmendet shumë herë. Ka një pyetje. Çmendet vazhdimisht. Ka një pyetje që i duhet shtruar çdo njeriu që tenton ta vër vetëm punë. Mendjen punë. Mendjen pa. Pra, do ishim dakord ne si shqiptar. Për shembull, dua unë Tiki Rama që sot po kam. Po do ishim dakord ne që një aksion prej kaubojësit si ai i Trumpit të na hiqte Ramën. Unë them më mirë të lëngoj gjithë jetën në diktaturën e Ramës, sesa Shqipërisë t'i ofrohet një zgjidhje si ajo që shohim në fotografi. Sepse ka ca gjëra parimore me të cilat ti nuk mund të bësh kompromis. Je për atë lloj qasje politike apo jo? Në qovë se ne do përballemi me Ramën duhet ta heqin shqiptarët. Do të pas një qeverisje të tmerrshme 13 vjeçare të Ramës dhe të Partisë Socialiste, pas gjithë këtyre aferave që janë publikuar në media, janë denoncuar në media dhe mediat kritike dhe nga opozita, spaku t'i demonstron me prova se çfarë janë, vjen pika që edhe Perëndia sot thot këta duhet ikin. Domethënë bie shiu dhe përmbyt Durrësin atë formë që tregoj skandalet. Bën atë qafë floçën atë formë që të kuptojmë skandalet e kësaj qeverie dhe pa pritur. Në këtë moment Partia Demokratike, që duhet ishte zëri kryesor i opozitës, rri dhe ndërron sikur të vi dikush
dhe të bëj skenën e Venezuelës. Domethënë kjo tregon pafuqësinë e një force politike. Edhe Berisha e thot për ka një momente të rriqe dhe thot duhet jetë populli shqiptar që ta bëjë këtë punë. Ndërkohë që këta eksponentet e tjerë që vinë për qark Berishës, i ke nga mëngjesi darkë me teori konspiracioni, do ndodhi pak, do tash do shkojnë të deponojnë në gjykatë amerikane, pastaj do vinë ta marrin, pastaj do vinë këta të ambasadës, pastaj do bëhet qeveri tranzitore, e caktojnë dhe kryeministren e qeverisë. Domethënë konspiracioni është gjithmonë nga pafuqia për të ndryshuar gjërat me forcën tënde. Shko, ne kemi, përveç asaj paraleles me të Dino Buxhatit, është edhe paralelja e klasës cilës i përkasim dhe ne nga pak. Ata që urrëzuan 45-ën, edhe që pritëm 50 vjetë që do zbarkonin anglo-amerikanët, edhe se në vjeshta do zbarkojnë. Jo, unë asjes kam pritë. Jo, do më thërë, flasë për klasën tosë, ne jemi relativisht të rinj, me kokë, po që nuk e kam pritur se... Ti mos ishe bërë me ne atëra, që s'prisi. Jo, unë isha deri me Gjermaninë. Që lejoj, që se futin në burg, se të tjera të një përlesh. Po me Gjermaninë, dhe me Gjermaninë nuk të lejo, nuk të... Me Gjermaninë futbolër. Federale. Të besosh, dhe më thënë që do vitë... Po ti ke hequr më shumë se unë atyre, edhe tuar aty të jesh i sigurt. Më duke se dhash përgjigje, do më besosh... Edhe. Arlin, ti kishe përgjigje. Ma, po kjo është shenje impotencës politike, ata që të thoja pak më herët, kur nuk e besim fare te populli. Kur mendojnë që populli është i shitur. Si që bëjnë të gjithë më këta, gjithë këta që, ore nuk ngeli parti përveç nesh, pa mbajtur i qëndrim entuziast për ata që po ndodhte, edhe pa heq paralele me Shqipërinë. Ore nuk ngeli parti nga Edi Rama, që i binte Sali Berisha, njerëz të Edi Ramës, mos Edi Rama vetë. Te Berisha e të gjithë që një e dy ishtin paralele, po nuk ka të bëj fare, më kush e një politikën ndërkombëtare, nuk ka fare. Çfarë mund të presim në rastin më optimist nga faktori ndërkombëtar është që të mos lejoj që Edi Rama dhe Sali Berisha të fusin duart edhe të zhbëjnë SPAK-un edhe GKK-n. Po e bën këtë, kjo është arritja më e madhe. Versioni që do vinë forcat delta këtu, e të rrëmbejnë Edi Ramën, ç'të them, është ëndër në diell, është letërsi fantastike shkencore, edhe shenjë mbi të gjitha. Ndërkohë edhe një herë kemi folur për SPAK-un vazhdimisht tu tela dhe të mbaroj me radhë. Rrezikohet Rama nga SPAK-u? Dhe a mund të rrezojë Ramën SPAK-u? Fakti që Rama po bën një blokad të jashtëzakonshme për zonjën Palluku, tregon që ndihet i frikësuar nga SPAK-u. Fakti që prej një muaj ka blokuar çdo veprim të parlamentit në raport me SPAK-un, tregon që ka frikë. Po e bën këtë për të thënë që deri në këto, ju lejoj deri te zonja Palluku dhe t'u talshoj në një moment, po mos hajdeni këtu të unë, është çështje tjetër. Pastaj ndoshta mund të jetë ajo se sa një faktor ndërkombëtar, pra unë besoj që amerikanët kanë kërkuar që dosja e Ballukut të prodhohet nga SPAK-u, sepse përgjigjet atje kanë qenë nga mesi vitit 2024, bisedat. Dhe dosja u prodhua për një muaj, tetor-nëntor të 2025, siç u prodhua ajo akshit për 4-5 muajt nga qershori deri në nëntor. Kështu që vetëm një ndikim, një mbështetje nga jashtë e SPAK-ut mundet... Që këtë nga jashtë të Amerikës, për shembull, unë e shikoj pak edhe qesharake. Për shembull, dje, mos ja boj, Vendri, ishte duke biseduar, erdhën dhe fotografitë këtu me Edi Ramën. Dhe tani, e gjithë... Edhe Maduro, der para 2 javësh kishte folur. Bisedime s'kishin. Bisedime, çdo bëjmë naftë, i gatshëm u tregoi. Foto me dhëndrin u editua, sepse në momentin e parë që u hodhën fotot, nuk ishte dhëndri. U shtua një ditë më pas te fotot. I qartë. Në zërgo? Në ata aktivitet, për hir të vërtetës, nuk para kishte fotot dyshe. Dhe më thënë, ishte vetëm ajo me Macronin që i priti dhe ishte foto kolektive. Fotot që hodhi Rama vetë. Fotot që hodhi Rama vetë ishin fotot nga aktiviteti. Fotoja me Kushtin u hodh të nesërmen. Probabilisht nuk ka patur shumë fotograf që i kanë lëvizur, kështu që edhe me këtë shpjegohet. Nuk ka patur as takime dy paqe, po të se s'kishte fare. Po ta them, mentor që të ishte i dëshiruar ta shfaqte. Është kështu. Ishte i dëshiruar që ta shfaqte foton. Do ta mbyllim. Unë mendoj që sigurisht kjo është situata më e vështirë. Edhe ajo vështirësia që po ndjen zoti Rama është në rritje, sepse është një zëvendëskryeministre e cila praktikisht ka qenë kryeministre në planin ekzekutiv, ajo ka udhëhequr një pjesë të madhe të punëve të qeverisë. Por
Gjithçka unë mendoj varet nga faktori ndërkombëtar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. A dëshirojnë ata që ta shtyjmë presionin deri në atë pikë sa të kemi ndërrim të qeverisë të tjera, a teknike, a të kemi zgjedhje para koshtit të Albini, këtë unë nuk mund të shtihet dot fal, domethënë, sepse që ata të shkojnë deri atje, pra që ta shtyjnë SPAK-un dhe jo atë skuadrën e DEA-s për ta marrë Ramën me helikopter, duhet që të kenë qartësi, duhet të kenë një alternativë më të mirë se Rama përballë dhe të kenë një tranzicion të qetë. Niko Peleshin vënë ata. Tani këtu, me qënë se Andi është mik i këtij emisioni, Andi do të ta tregoj pak më qartë punën e SPAK-ut, se deri tani ka thënë me këmbgulli se SPAK-u është i udhëhequr nga Rama. Këtë pyetje, po. Nga Rama. Unë mendoj që duhet ta pranosh se është nga Rama. E hapim javës tjetër. Javën tjetër ne diskutojmë këtë gjërësisht. Se jo, ti the që ka ndru padronin, the. Pra kishte Ramën dhe tani e morin Amerikanët. Edhe ndrim padronin besoj se ka. Rama, SPAK-un, natyrisht që e bëri me kryesisht me Amerikanët dhe me Europianët. Dhe sa ishte administrata demokrate e përdori SPAK-un si një kamzhik për të zhdukur dhe atë pak opozit që kishte në këtë vend. Nga Sali Berisha, Ilir Meta, derke Fredi Beleri. Pra, kuj deshte i qefi, shkatroj edhe nga të vetët. Gjithë shka në opozit. Benamete. Tani, ka një fakt, jemi pari fakti 3, që Edi Rama ka ndruar gjuhën dhe sjelljen ndaj SPAK-ut. Çfarë tregon kjo? Pra, tregon që gjëja që ka pasur në kontroll i ka lëvizur nga kontrolli. Kush është faktori që mund t'ja ketë lëvizur nga kontrolli, këtu s'jemi fakte, po jemi një hipotezë, se ne nuk e dim, është fakti që pushteti në Washington ka ndryshuar. Problemi është prap këtu që unë jam po prap pesimist për SPAK-un, edhe si kur SPAK-u me padron ndryshuar të godasi Ramën me urdhër politik, si që goditi Berishën me urdhër t'jurikimit. Se në të dy rastet nuk kemi drejtësi. Pra, pyetja që duhet që shtrojmë ne sot është, ore, këta prokurorët që kemi të quar atje, janë zarat e jurikimit të radhës, dhe gjithë hierarkisë, apo janë njerëz profesionist që veprojnë mbi dosjet që... Ata janë njështë politikit të rritë. Atëherë, në qofë se ata janë kamzhiku... Dhe ti kryon një instrument që jalen në dorë dikuj tjetër. Ata janë kamzhiku i perandoris... Por ti... Ta bësh emisioni radhës tjetër. Unë... Fjali e fundit, me kuap, fjali e fundit. Unë nuk do doja, me gjithse kam shpenzu 10 vjetë kundër Edi Ramës, si kritike Edi Ramës, që ne të kishim një skenar anti-Rama, si skenar i pisët anti-Berisha, që bëri administrata demokrate. Këtu nuk kemi drejtësi... Pas ka shpresë Rama, kemi që këti këtë lloj dëshire... Po musë pyet njerimo, kjo është mendimi im personal. Njeriu mendon kështu tani, edhe nuk është një... Ata të vinë ta marrin me forca delta po duan, po a biem ne dakord me këtë apo jo? Normal. Kjo është çështje tjetër. Të merren kontroll, institucion të rëndësishme i këtij merren kontroll dikush tjetër. Kushdo qoftë. Jam shumë i lumtur që si kemi ne kontroll. Ky është dallimi. Se këto teorie sovranizmit puritan. Unë jam shumë i shqetësuar për atë emisionin që bën zoti Ylli pothuajse çdo javë, që bankersi u bëj paprekshëm se e mbronte ambasadori amerikan që lobonte ke krye prokurori asaj drejtësisë vjetër. Unë kundër jam totalisht më mirë të na vjedhin shqiptarët se amerikanët. Jam me superfuqit. Më mirë të na vjedhin me amerikanët. Po tani superfuqin vonë kemi. Me rusët ke qenë ti, me kinezët ke qenë. Populli shqiptar ka qenë. Po zotëri. Me radhë, me gjithë superfuqin. Po pra po tani po kjo s'na ka ndihmuar në. Po ky emisioni tjetër. Emisioni tjetër. Pasi një temë që ja vlen dhe e kemi javën e ardhshme. Pasi lexon dosjen e Ballukut dhe do të thonë kjo dosja do rri 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet e pa prekur atje, s'do e preki njeri. Si do duket? Edhe çfarë dosje Ballukut? Po pse çfarë ti më fal? Po ti po të hapësh 40 telefona këtu, e di çfarë do të thënë? Mua nuk më dosje Ballukut. Mua nuk më duket 30 qeveri. Bie gjithë qeveritë e Ballkanit. Nuk më duket normale që ajo dosje ka ndet sirtar.
po më duket shumë më normale që ajo dosje të nxirret nga sirtari për një agent që vjen nga Washingtoni. Kjo skandal. Nëse mund të... Zoti Qori, sa më shkurt se do ikim, se pasaj do jesh prapë. Do të thresim gjithmonë. Shumë mirë, shumë. Pa merak. Tani, Shqipëria nuk përbën në një lloj rreziku gjeopolitik për amerikanët që të shkoj puna që amerikanët i thonë spakut ka Ramën. Nuk besoj që do ndodhë kjo gjë. Qartë. Por, nga ana tjetër, unë mendoj që e vetmja gjë, po e them, që ne mund të presim si nga amerikanët, si nga evropianët, që të krijojnë një mjedis sigurie rreth e qark institucioneve të drejtësisë dhe s'ka nevojë të thotë dikush ka Rama, se ka besoj sa duash indicie prova, nëse hetohet seriozisht që Rama të kapet. Pra, jo ti shko ka Ramën nesër, por ju mundet të veproni brenda një mjedisi sigurie, ku askush nuk do t'ja ndryshoj ligjet, askush nuk do t'ju kërcënoj fizikisht, thjesht që të bëni detyrën tuaj. Dhe qofse ata bëjnë detyrën e tyre, Ramës i kërkohet imuniteti vetë pastaj. Rama është kryeministër, është kryetari i Partisë Socialiste, nuk është lojë kjo gjëja. Qofse bën detyrën... Vetën e fundit apo e Zaurove? Kush e pyetje fund? Kjo që rrezikohet Rama nga SPAK, hetimet e SPAK. Jo, nuk më rezulton që rrezikohet deri tani. Ajo që më rezulton është që Kamzhiku që kishte në dorë mund të ketë dalë pak nga dora. Pra, ndryshimi deri tani është që në qoftë se deri dje SPAK-u vepronte o me urdhër, o me lejet e Edi Ramës, tani mund të ketë ndruar pa dron dhe vepron dhe pa lejet Ramës. Dhe kjo ka nxitur gjithë irritimin e Ramës. Por nuk kemi akoma asnjë gjë që indicje që po shkon ke Rama. Të nderuar televizikues, ky ishte emisioni për mbrëmjen e sotme. Kishim ndamë në dy pjesë. Pjesën e parë për mbytyja që na ra, vazhdimisht na bie gjë, si e keni vënë re. Po nuk është në fushën e krimit Arlind. Ajo, edhe zjarr edhe shi në të njëjtin moment. Në njëjtin moment edhe shi i madh dhe i ftohtë dhe zjarr i madh në kryeqytetin tonë. Kjo nuk ishte bërë vaki, nuk ishte ndodhur deri sot. Ikën dhe 10 vite pushtet, si atëre, dhe tërmet dhe pandemi, ikën 10 vjetë. Tani dhe zjarë dhe shi, forcohen dhe 10 vjetë tjera. Forcohen dhe 10 vjetë tjera, thot Gushati. Pastaj në pjesën e dytë ne folim për opozitën, si mund të, që nesër doktori ka thirrur për të bashkuar dhe për të rregulluar, për të marrë pushtetin. Nesër ka thirrur dhe Rama qeverinë. Po, Rama qeverinë nga ana tjetër, të shohim tani. Ngjarje të rëndësishme presim edhe nesër, edhe në ditët që do vinë, dhe në javën që do fillojmë ne, javën që vjen, tjetrën të emën që vjen. Por e shqisa interesante, se tani e mendoj që tha Andi. Po të pyesësh, ky Sali Berisha i sfilituri, kë mbledh nesër? Gjithë njerëzit e dinë, thonë, Flam Murin, Fatmir Mediun, Agrondukun i dinë gjithë emrat. Mbledh Rama qeverinë. Po më tha do të 5 emra që Rama kanë mbledh filani, anonimo se janë shërbëtorët e bandës. Ka që thjeshtës. A i mbledh, po mbledh vete nesër. Pra të ndërruar të shikues folëm, gjatë folëm. Nuk e di më në dëgjuat e të gjitha. Ju puna juaj kjo është, ne puna jonë është kjo që bëmë. Faleminderit ju, se më pas shikonim si me i natë mua tani, që siguros gjatë, po qeshni dhe me zërë. Faleminderit shumë të gjithë që ndihmuan në këtë program, faleminderit ju që na ndoqët, ju sigurisht faleminderit, natën e mirë.